Ajo kishte luks, por nuk kishte strej në zemër, ajo jetonte pranë një milioneri që kur nuk e shihte derisa në fillestar e pa si askush. Tjetër dhe zemra e saj nisi të humbiste arsye. Elira u zgjua atë mëngjes të enjteje me të njëjtën ndjesi që e shoqëronte prej vitesh, boshllëkun. Nuk ishte një boshllëk i zhurmshëm, nga ata që bërtasin për vëmendje. Ishte i heshtur, diskret, pothuajse i edukuar. Lloji i boshllëkut që rehatohet në qoshet e shpirtit dhe shtiret sikur nuk ekziston, ndërsa ti kalon ditët duke përmbushur protokollet e një jete që duket e përsosur vetëm kur shihet nga jashtë. Ajo hapi syt dhe pa tavanin e lartë të dhomës kryesore të vilës, me detajet e tij të punuara me gips dhe llambadarin e kristal të importuar, që kishte kushtuar më shumë se një apartament i tërë në çdo lagje të shtresës së mesme të Tiranës. U kthye anash dhe konfirmoi atë që tashmë e dinte, Ardiani nuk ishte aty. Krevati gjigant, i mbuluar me çarçaf pambuku egjiptian të cilësisë më të lartë, ishte i ftohtë në anën tjetër. Ai me siguri ishte tashmë në zyrën e tij private në shtëpi, ndoshta në një videokonferencë me investitor nga Evropa ose duke rishikuar kontrata që lëviznin miliona lekë me firmën e një stilolapsi të vetëm. Elira pshertiu thellë, shtyu jorganin me pupla dhe u ul në cep të krevatit. Këmbët e saj të zbathura prekën dyshemen prej mermeri italian, gjithmonë të ftohtë, gjithmonë pa asnjë njollë. Eci drejt dritares së madhe që shite nga kopshti i brendshëm i pronës në zonën e vilave pranë liçenit artificial, një nga zonat më ekskluzive të kryeqytetit. Jashtë, kopshtari kishte filluar punën që herët, duke krahasitur skajet e lulishteve me saktësinë e dikujt që e dinte se çdo parregullsi do të vijë i re. Ajo e vëzhgoi skenën për disa çaste, por nuk arriti të ndjente asgjë përveç një distance. Ishte si të shihej një film pa zë për jetën e dikujt tjetër. Një jetë që duhej të ishte e saja, por që prej kohësh kishte pushuar së dukuri reale. Pas një dushi të gjatë në banjën prej mermerit të bardhë e të artë, Elira zgjodhi një fustan të qepur me porosi nga koleksioni i pranverës së një stilisteje të njohur. Copa i binte në mënyrë perfekte mbi trupin e saj elegant, ashtu siç gjithçka në jetën e saj dukej se binte në vendin e duhur, në sytë e të tjerëve. Kreu me kujdes flokët e gjatë dhe të zinj, vendosi një makiazh diskret por të patëmet dhe zbriti shkallët drejt dhomës së ngrënies. Tavolina ishte shtruar. Fruta të freskëta, bukë artizanale, reçelera të importuar, lëngje natyrale dhe kafe e sapo bër. Tefta, asistentja personale që punonte në shtëpi prej gati një dekade, tashmë i kishte organizuar të gjitha me efikasitetin e heshtur që e karakterizonte. Ajo ishte një grua në moshë të mesme, me flokët e mbledhur në një topuz diskret, me një vështrim të vëmendshëm dhe qëndrim gjithmonë profesional. Elirës i pëlqente. Jo vetëm sepse Tefta ishte kompetente, por sepse kishte diçka njerëzore në praninë e saj. Diçka që pjesa tjetër e asaj shtëpie dukej se e kishte humbur. Mirëmëngjes, zonja Elira. Zoti Ardian ka dalë që para 2 orësh. Ka lënë porosi se kthehet vetëm në darkë, tha Tefta, duke i shërbyer kafen në një filxhan porcelani të hollë. Elira tundi kokën, pa u habitur. Mori një copë bukë, i leu pak reçel dhe e kafshoi ngadalë, vetëm për të përmbushur ritualin. Nuk kishte uri. Rallëherë kishte. Tefta, a mund të ma konfirmosh orarin tim në fondacion sot pas dite? Më duket se kam një mbledhje me ekipin e projektit social në orën 3, tha Elira, më shumë nga zakoni se sa nga interesi i vërtet. E konfirmuar, zonja Elira. Dhe seanca juaj e pilatesit është shtyrë për nesër në mëngjes. Instruktorja mori në telefon dhe tha se i kishte dal një e papritur. Elira e falenderoi me një lëvizje të lehtë të kokës dhe vazhdoi mëngjesin e saj mekanik. Ndërsa përtypej, shite kopshtin përmes dritares së dhomës. Lulet ishin të patëmeta. Bari i përsosur. Gjithçka ishte në vendin e vet, gjithçka përveç saj. Disa orë më vonë. Elira ishte në sediljen e pasme të makinës së importuar, e shoqëruar nga gëzimi, shoferi personal, drejt selisë së gjata investime, kompanisë së themeluar dhe drejtuar nga Ardiani. Ajo duhej të firmoste disa dokumente që lidheshin me fondacionin bamirës që mbante emrin e saj, por që, në praktik, ishte vetëm një mjet tjetër marketingu personal i të shoqit. Elira e dinte këtë. Të gjithë e dinin. Por askush nuk e thoshte. Ndërtesa e xham 18 katëshe në zemër të zonës së kullave të reja të biznesit ishte imponuese. Moderne, e guximshme, frikësuese.
Sa po hyri në hol, Elira u prit me përkulje të sjellshme dhe buzëqeshje artificiale. Të gjithë e njihnin. Të gjithë e trajtonin me një nderim të tepruar. Ajo e urrente këtë gjë. U ngjit në katin e 17, ku ndodhej zyra private e Ardianit dhe salla e mbledhjeve ekzekutive. Tefta tashmë i kishte dërguar dokumentet me email, por Ardiani këmbëngulte që ajo të paraqitej personalisht. Kontroll. Gjithmonë kontroll. Elira hyri në dhomën e pritjes dhe u prit nga sekretarja ekzekutive e të shoqit, një grua e re, bionde, me një buzëqeshje të stërvitur dhe një qëndrim korporativ të patëmel. Ajo i tregoi sallën e mbledhjeve ku letrat ishin gati. Elira hyri, mbylli derën pas vetes dhe filloi të rishikonte dokumentet. Nuk zgjati shumë. Ishin thjesht formalitete. Firmosi aty ku duhej, vuri vulën, shënoi datën. Kur po dilte, dëgjoi zëra në korridor. Njohu zërin e thellë dhe autoritar të Ardianit. Ai ishte i shoqëruar. Elira priti instinktivisht, sikur të mos donte të shihej. Dëgjoi hapa që po afroheshin. Dera u hap. Elira, surprizë, tha Ardiani, duke rregulluar nyjen e kravatës italiane. Nuk e dija që ishe ende këtu. Ajo ngriti dokumentet. Erdha të firmosja letrat e fondacionit. Tefta e kishte lënë për sot. Ardiani tundi kokën, i shpërqendruar dhe u kthye nga burri që kishte në krah. Ky është Besart Kola, analisti ynë i ri senior. Ka filluar punë këtë javë. Besart, kjo është Elira, bashkëshortja ime. Besarti i zgjati dorën me një buzëqeshje të sjellshme, por të sinqertë. Ishte i ri, duhet të ishte pak më shumë se 30 vjeç. Flok gështenje lehtësisht të çrregullt, sy të çelët dhe të vëmendshëm, një prani që binte në kontrast me ambientin e ngurtë përreth. Veshur me një kostum të prerë mirë, por pa pompozitetin e tepruar të ekzekutivëve të tjerë. Kishte diçka të lehtë tek ai, diçka që Elira nuk arriti ta përcaktonte menjëherë. Gëzohem që ju njoh, tha Besarti, duke i shtrënguar dorën me vendosmëri, por pa e tepruar. Elira ja ktheu përshëndetjen, duke ndier diçka të çuditshme. Nuk ishte tërheqje. Nuk ishte interes. Ishte njohje. Sikur ta kishte para atë fytyrë më parë, por nuk arrinte të kujtohej se ku. Edhe unë, u përgjigj ajo, duke ja lëshuar dorën dhe duke e shmangur vështrimin shpejt. Ardiani tashmë ishte me shpinë, duke folur në telefon, i zhytur në urgjencën e tij korporative. Besarti qëndroi edhe për një çast, duke e parë Elirën me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Pastaj, tundi lehtë kokën dhe ndoqi Ardianin nëpër korridor. Elira mbeti në vend për disa sekonda, vetëm në atë sallë të gjambë, duke ndier diçka që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Kuriozitet. Në ditët në vijim, Elira nuk arriti ta hiqte nga mendja atë takim. Nuk ishte obsesion. Ishte shqetësim. Një ndjesi e çuditshme, familjariteti që e bezdiste pikërisht sepse nuk kishte kuptim. Ajo nuk e njihte Besartin. Ishte e sigurt për këtë. E megjithatë, diçka në atë vështrim, në atë qëndrim, në atë energji delikate, dukej se bënte jehon brenda saj. U përpoq të shpërqendrohej me aktivitetet e zakonshme. Mbledhje në fondacion, dreka me mikeshat e shoqërisë së lartë, seanca terapie që më shumë i ngjanin rrëfimtarëve të zbrazët, seanca pilatesi, darka formale për krah Ardianit në evente bamirësie. Gjithçka vazhdonte njësoj. Por ajo nuk ishte më njësoj. Një javë pas takimit të parë, Elira u kthye në ndërtesën e kompanisë. Zyrtarisht ishte për të marrë pjesë në një mbledhje për eventin e ardhshëm bamirës të fondacionit. Por, thellë, një pjesë e saj e dinte se po kërkonte diçka. Ose dik. Kur doli nga ashensori në katin e 17, pa Besartin në fund të korridorit, duke biseduar me disa ekzekutiv të tjerë. Ai po qeshte me diçka që njëri prej tyre kishte thënë. E qeshura ishte e lirshme, natyrale, pa artificialitetin që dominonte atë ambient. Elira ndjeu një therrje ziliqare. Zili për dikë që ende mund të qeshte ashtu. Besarti ngriti sytë dhe e pa. Për një fraksion sekonde, vështrimet e tyre u kryqëzuan. Ai nuk e shmangu. As ajo. Pastaj, sikur të kujtohej se ku ishte, Besarti tundi kokën shkurtimisht dhe ja ktheu vëmendjen bisedës. Elira hyri në sallën e mbledhjeve dhe u përpoq të përqendrohej. Por mendja e saj ishte diku tjetër.
Kur mbledhja mbaroi, ajo doli nëpër korridorin kryesor dhe, pa e planifikuar, kaloi pranë aneksit të kafes së kompanisë. Besarti ishte aty vetëm duke përgatitur një kafe. Mirëdita, tha ai, kur e pa të hynte. Mirëdita, u përgjigj Elira, hezituese. Nuk donte të dukej ndërhyrëse, por as nuk donte të largohej. Ju punoni këtu prej pak kohësh, apo jo? Pyeti ajo, duke u përpjekur të tingëllonte e natyrshme. 3 javë, konfirmoi Besarti, duke përzier kafen. Kam ardhur me transferim nga Durrësi. Ende po përshtatem me ritmin e Tiranës. Elira buzëqeshi lehtë. Është një qytet i vështirë për t'u deshifruar. Duket sikur të gjithë vrapojnë gjithmonë për diku, por askush nuk e di mirë se ku. Besarti qeshi lehtë. Është një përkufizim i mirë. Pati një pauzë. Nuk ishte e sikletshme. Ishte e ngarkuar. Sikur të dy të prisnin që tjetri të thoshte diçka të rëndësishme, por asnjëri prej tyre nuk e dinte saktësisht se çfarë. Mund t'ju bëj një pyetje të çuditshme? Tha Besarti, pa pritur. Elira ngriti një vetull, kurioze. Po. A keni dhënë ndonjëherë leksione online? Si puna e kurseve të regjistruara? Për zhvillim personal, vetënjohje, gjëra të tilla. Elira ndjeu zemrën t'i rrite fort. Po. Disa vite më parë. Pse? Besarti e vendosi filxhanin mbi banak dhe e pa me seriozitet. Sepse unë kam bërë një nga ato kurse. Dhe instruktorja ishit ju. Heshtja që pasoi ishte e dendur. Elira puliti syt duke përpunuar informacionin. Kjo shpjegonte gjithçka. Njohjen. Familjaritetin. Ajo e kishte regjistruar atë kurs gati 6 vite më parë, në një kohë kur ende kërkonte një qëllim përtej të qenit bashkëshortja e Ardian Gjatës. Ishin 20 video leksione mbi vetënjohjen, cenueshmërinë emocionale, rilidhjen me thelbin. Ajo ishte ekspozuar në një mënyrë që nuk do ta bënte më kurrë. Dhe më pas, kur martesa u konsolidua si një vitrinë sociale, ajo i arkivoi të gjitha. Nuk e preku më kurrë atë temë. A ju kujtohet kursi? Pyeti Besarti, tani me një ton më të butë. Më kujtohet, tha Elira, zëri duke ju dridhur lehtë. Por ka kaluar kaq shumë kohë. As nuk e di nëse është ende online. Është. Të paktën, ishte kur e pash unë, 3 vjet më parë. Më ndryshoi shumë mënyrën se si shija gjërat. Sidomos leksioni mbi maskat sociale. Mbi mënyrën se si ne ndërtojmë versione të vetes që u pëlqejnë të tjerëve, por që na shkatërrojnë nga brenda. Elira ndjeu një lëmsh në fyt. Ajo e kishte shkruar atë skenar vetë në një moment krize ekzistenciale. Kur nuk e kishte imagjinuar se dikush në të vërtetë do ta merrte seriozisht. Nuk e dija se kishte ndikuar vërtet të dikush, rrëfeu ajo, duke ulur vështrimin. Ka ndikuar. Shumë. Isha në një fazë të komplikuar të jetës sime. Sa po isha diplomuar, punoja në një punë që e urreja, shtiresha si dikush që nuk isha. Ai kurs më dha guximin për të ndryshuar. Për të kërkuar diçka që kishte kuptim. Elira ngriti syt dhe takoi të tij. Kishte sinqeritet aty. Mirënjohje. Dhe diçka më shumë. Dhe ndryshove? Pyeti ajo, pothuajse duke përshpëritur. Ndryshova. Ende po ndryshoj. Por të paktën tani e di se është e mundur. Ata që ndruan aty në aneksin e heshtur, të rrethuar nga zhurma e largët e zyrës korporative, por plotësisht të izoluar në atë flusk të padukshme që ishte formuar mes tyre. Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk dinte çfarë të ndjente. Dinte vetëm se, për herë të parë pas vitesh, dikush po e shite. Vërtet. Jo si bashkëshorten e biznesmenit. Jo si mikpritsen elegante të eventeve bamirëse. Por si Elirën. Gruan që dikur kishte një zë. Gruan që dikur besonte se mund të ndihmonte dikë. Faleminderit që ma the këtë, tha ajo, më në fund. Faleminderit ty që e regjistrove atë, u përgjigj Besarti. Elira doli prej andej me gjoksin e shtrënguar. Kur u kthye në shtëpi atë pasdite, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Diçka të rrezikshme. Diçka të nevojshme. Shpresë. Në javët në vijim, takimet e rastësishme mes Elirës dhe Besartit filluan të bëheshin më pak të rastësishme.
Ajo shpikte justifikime për të shfaqur në kompani. Një firmë këtu, një dokument atje, një mbledhje për fondacionin. Ardiani nuk dyshonte. Ose thjesht nuk I interesonte. Ai ishte I zhytur në një bashkim kompleks kompanish që I konsumonte gjithë kohën dhe vëmendjen. Besarti, nga ana tjetër, dukej se ishte gjithmonë në vendin e duhur në kohën e duhur. Një kafe në aneks. Një bisedë e shpejtë në kopshtin e jashtëm të ndërtesës. Një takim I rastësishëm në parking. Ata nuk I planifikonin. Por ndodhnin. Bisedat evoluan. Pushuan së qeni për kursin, për të kaluarën dhe filluan të ishin për të tashmen. Për anktheth. Për ëndrat e lëna në sirtar. Për peshën e të jetuarit të një jete që nuk e ke zgjedhur vërtet. Besarti tregonte për presionin për të përmbushur pritshmëritë familjare, për frikën e zhgënjimit të njerëzve, për kërkimin e vazhdueshëm të vlerësimit nga jashtë. Elira dëgjonte, duke e njohur veten në çdo fjalë. Dhe kur ajo fliste, Besarti e dëgjonte me një vëmendje që ajo nuk e kishte marrë nga askush prej vitesh. Një pasdite, pas një mbledhjeje veçanërisht të tensionuar në fondacion, Elira doli e raskapitur dhe gjeti Besartin të ulur në një nga stolat e kopshtit të jashtëm të ndërtesës. Ai ishte vetëm, duke parë lëvizjen në bulevard, I humbur në mendime. Mund të ulem? Pyeti ajo. Besarti ngriti vështrimin dhe buzëqeshi. Sigurisht. Elira ul pranë tij, duke ruajtur një distancë respekti, por mjaftueshëm afër sa për të ndier praninë e tij. Qëndruan në heshtje për disa minuta, thjesht duke vëzhguar qytetin që kalonte. A je mirë? Pyeti Besarti, duke thyer heshtjen. Elira pshërtiu. Nuk e di më se çfarë do të thotë të jesh mirë. Mendoj se jam mësuar të funksionoj në automatik. Zgjohem, përmbush agjendën, buzëqesh kur duhet, them atë që presin të them. Por nga brenda, është sikur nuk jam këtu. Të kuptoj, tha Besarti, duke parë përpara. Është raskapit se të shtireshe gjithë kohën. Elira u kthye nga ai. Dhe ti ende shtireshe? Besarti mendoi për një moment para se të përgjigjej. Më pak se më parë. Por ende shtirem. Mendoj se të gjithë shtiren pak, apo jo? Dallimi është kur harrojmë se ku mbaron maska dhe ku fillojmë ne të vërtetët. Elira ndjeu sytë ti mbusheshin me lot, por I mbajti. Unë mendoj se kam harruar, rrëfeu, zëri duke ju dridhur. Besarti u kthye nga ajo, sytë plot empati. Nuk ke harruar. Thjesht je fshehur. Por je ende aty. Si e di? Sepse të pash. Në ato leksione. Ti ishe aty, e tëra. E cenueshme, guximtare, e vërtet. Ajo grua nuk është zhdukur, Elira. Ajo thjesht është e mbytur. Elira nuk arriti t'i mbante. Një lot I rëshiti, pastaj një tjetër. Ajo fshiu fytyrën shpejt, e turpëruar, por Besarti nuk e shmangu vështrimin. Nuk kishte gjykim. Vetëm ngrohtësi. Më fal, tha ajo, duke marrë frym thellë. Nuk duhej ta bëja këtë këtu. Nuk ke pse të kërkosh falje. Të qash nuk është dobësi. Elira buzëqeshi me trishtim. Ardiani nuk do të ishte dakord me ty, Besarti nuk u përgjigj. Nuk ishte nevoja. Të dy e dinin. Ata qëndruan aty edhe për disa minuta, në një heshtje ngushëlluese. Kur Elira më në fund u ngrit për të ikur, Besarti e shoqëroi deri te makina. Para se të hynte, ajo u kthye nga ai. Faleminderit, tha ajo, sinqerisht. Për çfarë? Që më kujtove se kush isha. Besarti buzëqeshi, por kishte trishtim në atë buzëqeshje. Ti ende je. Elira hyri në makinë dhe, ndërsa gëzimi e çonte përsëri në vilën pranë liçenit, ajo pa nga dritarja dhe kuptoi diçka alarmante. Ajo po fillonte të ndjente përsëri. Dhe kjo ishte e rrezikshme. Sepse të ndjeje, pas kaq shumë kohë empir, ishte si të zgjoheshe nga një operacion pa anestezi. Dhimbte. Por të paktën dëshmonte se ajo ishte ende gjallë. Atë natë, Ardiani erdhi vonë, si gjithmonë. Elira ishte në bibliotekë, duke shfletuar një libër që nuk po e lexonte vërtet. Ai hyri, liroi kravatën, I shërbeu vetes një uiski dhe u ul në koltukun përballë saj. Si e kalove ditën? Pyeti ai, më shumë për protokoll se sa nga interesi I vërtet. Normal, u përgjigj Elira. Po ti?
E komplikuar, por produktive. Heshtje. Elira mbylli librin dhe pa të shoqin. Ai ishte i lodhur, por jo nga lloji i lodhjes që kërkon ngrohtësi. Ishte lodhja e dikujt që mban botën mbi supe dhe nuk do ta ndaj peshën me askën. Ardiani kishte qenë gjithmonë kështu. I vetëm mjaftueshëm. I blinduar. I largët. Ardian, mund të bëj një pyetje? Tha Elira, pa pritur. Ai ngriti syt. Sigurisht. A më do ende? Pyetja e kapi Ardianin në befasi. Ai puliti syt, duke e përpunuar, sikur t'i duhej ta përkthente fjalinë në një gjuhë që nuk e fliste më. Çfarë lloj pyetjeje është kjo, Elira? Një pyetje e thjeshtë. A më do ende? Ardiani pshërtiu, i paduruar. Sigurisht që po. Jemi të martuar prej vitesh. Kemi ndërtuar gjithë këtë bashk. Nuk e kemi ndërtuar bashk. Ti e ke ndërtuar. Unë thjesht të kam shoqëruar. Ardiani rrudhi vetullat. Nga po vjen gjithë kjo? Elira ndjeu guximin t'i rritej. Nga unë. Nga vite heshtjeje. Nga vite duke ushtirur se gjithçka është në rregull. Gjithçka është në rregull, Elira. Ti ke gjithçka që një grua mund të dëshirojë. Rehati, siguri, status. Dhe ti mendon se kjo mjafton? Ardiani e vendosi gotën mbi tavolinë me forcë. Çfarë do më shumë? Unë punoj çdo ditë për të mbajtur këtë jetë. Për të dhënë ty gjithçka që të nevojitet. Unë nuk kam nevojë për gjëra, Ardian. Unë kam nevojë për ty, ti më ke mua. Jo. Unë kam një të huaj që flen në të njëjtën shtëpi me mua. Ardiani u ngrit, qartësisht i irrituar. Nuk do ta bëj këtë bisedë tani. Jam i raskapitur. Ai doli nga biblioteka pa kthyer kokën pas. Elira mbeti vetëm, me librin ende të mbyllur në prehër, me zemrën që i rrite fort. Ajo kishte provuar. Dhe ai kishte ikur. Si gjithmonë. Atë natë, e shtrirë vetëm në krevatin e madh e të ftohtë, Elira mori celularin dhe hapi mesazhet. Shkroi emrin e Besartit. Hezitovi. Pastaj e fshiu. E la celularin më njanë. Por mendimi nuk i hiqej nga koka. Ajo ishte në prag të diçkaje që nuk arrinte ta emërtonte. Diçka e pashmangshme. Diçka që, në të njëjtën kohë, e friksonte dhe e lironte. Dhe ndërsa qyteti i Tiranës merrte frym jashtë me miliona. Historitë e tij të ndërthurura, Elira mbylli syt dhe i lejoi vetes, për herë të parë pas vitesh, të ndjente gjithçka. Dhimbjen, vetmin, zemërimin, shpresën. Të gjitha në të njëjtën kohë. Dhe ishte e dhimbshme. Por ishte e vërtetë. Dhe atë natë të heshtur, ajo kuptoi një të vërtetë të thjeshtë dhe shkatëruese. Ajo nuk ishte më e gatshme të jetonte një gënjeshtër. Edhe sikur kjo t'i kushtonte gjithçka. Ditët në vijim u shënuan nga një tension i heshtur që Elira e mbante si një peshë të padukshme. Ajo vazhdonte të përmbushte angazhimet e saj sociale, të buzëqeshte në vendet e duhura, të vishte rrobat e përshtatshme, të thoshte fjalët e pritura. Por nga brenda, diçka kishte ndryshuar. Ishte sikur një e çar ishte hapur në armaturën e saj të përsosur, dhe prej andej kishte filluar të hynte dritë. Shumë dritë. Dritë që bezdiste pas kaq shumë kohe në gjysmërësirë. Ardiani nuk e përmendi më bisedën e asaj nate në bibliotekë. Për të, çështja ishte e mbyllur. Ose më mirë, nuk kishte filluar kurrë. Ai ndoqi rutinën e tij të pamëshirshme të mbledhjeve, udhëtimeve rrufe për në Prishtinë dhe Bruksel, darkave me investitorë dhe telefonatave të pafundme që e mbanin të ngjitur pas celularit edhe gjatë momenteve të rralla kur ishte fizikisht i pranishëm në shtëpi. Elira e vëzhgonte gjithë këtë me një distancë të re. Nuk ishte më dorëzim. Ishte kthjelltësi. Ajo shihte, me një qartësi të pakëndshme, atë që kishte qenë gjithmonë aty, por që ajo refuzonte ta shihte. Ardiani nuk e donte. Ndoshta nuk e kishte dashur kurrë. Ai e kishte zgjedhur ashtu siç do të zgjidhte një vepër arti për të dekoruar sallonin e tij. Ajo ishte e bukur, elegante, e mirë edukuar, vinte nga një familje tradicionale e Tiranës. Ishte bashkëshortja ideale për të kompozuar skenarin e suksesit që ai kishte ndërtuar. Por ajo nuk ishte një person për të. Ishte një aksesor. Dhe ky perceptim, sado i dhimbshëm që ishte, sillte me vete një liri të çuditshme.
sepse nëse ajo nuk shihej, nëse ajo nuk kishte rëndësi vërtet, atëherë ndoshta mund të fillonte të jetonte për veten e saj. Edhe pse fshehur azi. Edhe pse pak nga pak. Ishte me këtë mendim që Elira u zgjua një të hënë me diell dhe vendosi të bënte diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh, të ecte vetëm. Pa shofer. Pa agjendë. Pa destinacion. Veshi një palë gjinse, një bluzë të thjeshtë dhe atlete. Tefta u çudit kur e pa të zbriste shkallët me atë pamje të zakonshme, por nuk komentoi asgjë. Vetëm e pyeti nëse donte që t'i përgatisnin mëngjesin. Do të ha mëngjes jashtë sot, Tefta. Faleminderit, tha Elira, duke marrë një çantë të vogël dhe çelsat e makinës që ajo vetë rrallë e ngiste. Tefta tundi kokën, por Elira e vuri re shqetësimin diskret në vështrimin e asistentes. Ishte e pazakond. E gjithë kjo ishte e pazakond. Elira doli nga shtëpia dhe hyri në kabrioletin e saj të bardhë, një dhuratë ditëlindjeje nga Ardiani që e kishte përdorur ndoshta 5 herë që kur e kishte marrë. Ndezi motorin, rregulloi sediljen, mori frymë thellë dhe doli nga garazhi. Ndjesia e të ngarit të makinës së saj, e të zgjedhurit të rrugës së saj, ishte çuditërisht çliruese. Ajo nuk e planifikoi, por mendimet e çuan deri te bulevardi Dëshmorët e Kombit. Parkoi në një nga qendrat tregtare dhe eci deri te një kafene e vogël, komode, larg vendeve të frekuentuara nga elita. Porositi një kafe me qumësh dhe një croissant, u ul në një tavolinë pranë dritares dhe qëndroi aty, duke vëzhguar njerëzit që kalonin. Ekzekutiv të nxituar, student me çanta të rënda, shitës ambulant, turistë që bënin foto. Jeta në lëvizje. Jeta reale. Ajo ishte e humbur në këto mendime kur dëgjoi një zë të njohur. Elira? Ajo u kthye dhe pa Besartin të ndalur pranë tavolinës së saj, i habitur dhe i buzëqeshur. Besart, tha ajo, po aq e habitur. Çfarë bën këtu? Erdha të marrë një kafe para se të shkoj në zyrë. Banoj aty afër, tregoi ai për një rrugë anësore. Po ti? Nuk prisja të gjeja këtu. Elira qeshi, një e qeshur e sinqertë. As unë nuk prisja të isha këtu. Vendosa të dal pak nga rutina. Mund të ulem? Pyeti Besarti, duke treguar karrigen bosh përballë saj. Të lutem. Besarti u ul, vendosi kafen e tij mbi tavolinë dhe e vëzhgoi për një moment. Dukesh ndryshe, tha ai. Ndryshe si? Nuk e di. Më e lehtë. Ose ndoshta më shumë vetvetja. Elira buzëqeshi, por kishte trishtim në atë buzëqeshje. Po përpiqem të rigjej veten. Nuk e di nëse po ja dal. Ky është një fillim. Shumica e njerëzve as nuk provojnë. Ata biseduan për gati një orë. Besarti i tregoi për fëmijërinë e tij në Durrës, për presionin për të qenë i parlinduri i një familjeje tradicionale durrësake, për pritshmërinë për të ndjekur hapat e të atit avokat, për mënyrën se si ai gjithmonë kishte ndjerë se po jetonte jetën e dikujt tjetër derisa vendosi të ndryshonte karrierë dhe të transferohej në Tiranë. Elira, nga ana e saj, u hap në një mënyrë që nuk e kishte bërë prej vitesh. Foli për vetminë e martesës, për ndjesinë e të qenit e padukshme, edhe pse ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes, për kursin e vetënjohjes që kishte regjistruar dhe se si ai kishte qenë një pëshërtim e fundit autenticiteti para se të dorëzohej plotësisht te roli i bashkëshortes shembullore. A mendon se mund të kthehesh ende? Pyeti Elira, pa pritur. Të jesh ajo që ishe para se të humbisje? Besarti mendoi për një moment duke përzier kafen i shpërqendruar. Mendoj se nuk mund të kthehesh. Por mund të rinisësh. Ne kur nuk jemi i njëjti person që ishim më parë. Por mund të jemi një version më i mirë. Një version më i sinqertë. Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks. Po sikur të rinisësh të nënkuptoj të shkatërosh gjithçka që ke ndërtuar? Atëherë ndoshta ajo që ke ndërtuar nuk ishte e jotja. Ndoshta ishte një burg me mure të arta. Elira qëndroi në heshtje, duke përthithur ato fjalë. Besarti kishte të drejtë. Ajo e dinte këtë. Por të pranoje të vërtetën nuk e bënte rrugën më pak të frikshme. Ata u përshëndetën pak më vonë, secili duke ndjekur angazhimet e veta. Por diçka kishte ndryshuar në atë takim. Kishte një bashkëfaqësi në rritje, një intimitet emocional me të cilin Elira nuk dinte si të përballej. Dhe në të njëjtën kohë nuk donte që të ndalonte.
Po atë javë, Elira filloi të vinte re ndryshime delikate në sjelljen e Ardianit. Ai ishte më i vëmendshëm, më i pranishëm, ose të paktën po përpiqej të dukej i tillë. Filloi ta pyeste për ditën e saj, të sugjeronte darka për të dy, të bënte gjeste të vogla që në kohë të tjera mund të kishin nënkuptuar afeksion. Por Elira e njihte të shoqin mjaftueshëm mirë për të ditur se ajo nuk ishte emocion. Ishte strategji. Ardiani ishte një njeri që jetonte me kontroll. Dhe kur diçka i dilte jashtë kontrollit, ai reagonte. Jo me emocion, por me veprim. Dhe Elira po fillonte t'i dilte jashtë kontrollit, edhe pse në mënyrë diskrete. Një të enjte në mbrëmje, gjatë një darke të heshtur në dhomën e ngrënies së vilës, Ardiani theu heshtjen. Ke shkuar shumë shpesh në kompani kohët e fundit, komentoi ai, duke prerë fileton me saktësi kirurgjikale. Kam disa punë të pambaruara me fondacionin, u përgjigj Elira, pa i ngritur syt nga pjata. E di. Por kam vënë re se ke qëndruar më gjatë se ç'duhet. Ndonjëherë marr vesh se ke kaluar pasditën atje, edhe pa pasur mbledhje të planifikuara. Elira ndjeu zemrën t'i rrite fort, por e mbajti zërin të qëndrueshëm. Më pëlqen t'i ndjek projektet nga afër. Është e rëndësishme për mua. Ardiani tundi kokën, por kishte diçka në vështrimin e tij që Elira e njohu. Dyshim. E njeh Besart Kolën? Pyeti ai, pa pritur. Elira ngriti syt, duke u përpjekur të dukej e natyrshme. Analistin e ri? E kam takuar shkurtimisht. Pse? Thjesht kuriozitet. Ai është dalluar. Punë kompetente. Por ka diçka tek ai që më bezdis. Çfarë? Pyeti Elira, duke u përpjekur të tingëllonte e pa interesuar. Nuk e di. Ndoshta fakti që është shumë i afërt me njerëzit. Flet shumë. Krijon lidhje. Kjo mund të jetë e rrezikshme në botën korporative. Elira nuk u përgjigj. Thjesht filloi të hante përsëri, por ushqimi nuk i shkonte poshtë. Ajo e dinte se çfarë po ndodhte. Ardiani po shënonte territorin. Ai nuk ishte i sigurt për asgjë ende, por ishte i vëmendshëm. Dhe kur Ardiani bëhej i vëmendshëm, gjërat komplikoheshin. Po atë natë, pasi Ardiani u mbyll në zyrë për një tjetër videokonferencë, Elira u ngjit në dhomë dhe mori celularin. Hapi WhatsApp-in, gjeti kontaktin e Besartit dhe shkroi një mesazh. Hezitovi. Fshiu. Shkroi përsëri. Duhet të kemi kujdes. E dërgoj. Përgjigjja erdhi disa minuta më vonë. E di. Por nuk mund të ndaloj së menduari për ty. Elira ndjeu zemrën t'i rrite me furi. E lexoi dhe e rilexoi mesazhin disa herë. E dinte se duhej të përgjigjej diçka të arsyeshme, diçka që krijonte distancë. Por në vend të kësaj, shkroi. As unë. Dhe vetëm pasi e dërgoi, e kuptoi humnerën që po hapej para saj. Në ditët që pasuan, Elira dhe Besarti shkëmbyen mesazhe. Asgjë eksplicite. Asgjë që mund të përdorej kundër tyre. Vetëm biseda. Për libra, për muzikë, për jetën. Por kishte një ngarkesë emocionale në çdo fjalë, një tension që rritej me çdo shkëmbim. Elira e dinte se po ecte në terren të rrezikshëm. Por në të njëjtën kohë, ato biseda ishin i vetmi moment i ditës kur ajo ndihej gjallë. Kur ndihej e parë. Dhe kjo ishte si një drogë. Një pasdite, Elira ishte në bibliotekën e shtëpisë kur Tefta hyri duke sjell çaj dhe biskota. Ajo e vendosi tabakan mbi tavolinë dhe, para se të dilte, hezitoi. Zonja Elira, mund të them diçka? Pyeti Tefta, me kujdes. Elira ngriti syt. Sigurisht, Tefta. Tefta u afrua, me zë të ulët. Unë nuk e di se çfarë po kaloni. Dhe nuk është puna ime. Por unë punoj këtu prej shumë vitesh. E njoh zotin Ardian. Dhe e di se si reagon ai kur ndjen se po humbet kontrollin mbi diçka. Elira ndjeu një të ftohtë në shpinë. Çfarë po përpiqesh të thuash? Po them se ju duhet të keni kujdes. Zoti Ardian nuk fal lehtë. Dhe kur ai vendos të veproj, ai vepron me saktësi. Ai ka burime. Ka kontakte. Dhe ka një nevojë për të fituar që shkon përtej çdo gjëje. Elira gëlltiti pështymën. Faleminderit, Tefta.
Tefta tundi kokën dhe doli nga biblioteka, duke e lënë Elirën vetëm me mendimet e saj. Ajo e dinte se Tefta kishte të drejtë. Ardiani nuk ishte njeri i gjysmave. Nëse ai zbulonte diçka, edhe nëse nuk kishte asgjë konkrete për të zbuluar, ai do të reagonte. Dhe kur të reagonte, do të ishte shkatëruese. Atë natë, Elira mori një vendim. Ajo duhej të fliste me Besartin. Personalisht. Larg syve. Larg kamerave të sigurisë së kompanisë. Larg gjithçkaje. I dërgoi një mesazh duke i sugjeruar një takim. Jo në zyrë. Jo në kafene aty pranë. Por në një vend neutral, diskret. Besarti u përgjigj se njihte një park të vogël në periferi, larg qarkut social të dyve. E lan për pasditën e vonë të ditës tjetër. Elira e kaloi gjithë ditën në ankth. I shpiku një justifikim Teftës për një vizitë mjekësore dhe doli nga shtëpia pasdite vonë. Nguci makinën deri te parku, me zemrën që i rrite me shpejtësi. Parkoi në një rrugë të qetë dhe eci deri te vendi i takimit. Besarti ishte tashmë aty, i ulur në një stol në një pemë të harlisur. Kur e pa, u ngrit. Elira u afrua dhe për një çast, ata thjesht pan njëri tjetrin. Faleminderit që erdhe, tha Elira, duke u ulur pranë tij. Më duhej të shija, u përgjigj Besarti. Mesazhet nuk mjaftonin. Elira mori frym thellë. Besart, duhet të flasim për atë që po ndodh. E di. Kjo nuk mund të vazhdoj. Jo kështu. Ardiani po dyshon. Ai po vëzhgon. Dhe nëse ai zbulon çfarë, Elira? Që ne flasim? Që ne kuptohemi? Nuk kemi bërë asgjë të gabuar. Elira u kthye nga ai. Por ne duam. Dhe ti e di këtë. Besarti qëndroi në heshtje, por shpreha e tij thoshte gjithçka. Unë nuk mund të vazhdoj të jetoj në atë shtëpi duke ushtirur se gjithçka është në rregull. Por as nuk mund të largohem thjesht. Ardiani nuk do ta pranoj. Ai do të shkatërroj gjithçka. Dhe ai ka fuqinë për ta bërë këtë. Dhe çfarë do të bësh? Pyeti Besarti, zëri i ngarkuar me emocion. Nuk e di, rrëfeu Elira, syt duke ju mbushur me lodh. Unë di vetëm se kur jam pranë teje, më kujtohet se kush jam. Dhe kjo më frikson, sepse nuk e di nëse kam guximin të jem ai person përsëri. Besarti i kapi dorën me delikatesë. Elira nuk e tërhoqi. Gishtat e tij ishin të ngrohtë, të fortë, të vërtetë. Ti ke guxim. Gjithmonë ke pasur. Thjesht ke harruar. Elira i la lotët të rridhnin. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot lehtësimi. Të shihnin. Të kuptonin. Ata qëndruan aty për gati një orë, duke biseduar, duke ndar frikëra, duke ndar ëndra të lëna në sirtar. Nuk pati puthje. Nuk pati deklarata dramatike. Por pati diçka më të thellë. Pati lidhje. Të vërtetë. Të frikshme. Të pashmangshme. Kur Elira u kthye në shtëpia të natë, vila ishte e heshtur. Ardiani nuk kishte ardhur ende. Ajo u ngjit në dhomë, bëri dush dhe ushtri, por nuk arriti të flinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur ditët e fundit. Duke menduar për Besartin. Duke menduar për Ardianin. Duke menduar për veten. Ajo e dinte se diçka ishte gati të ndodhte. Diçka që do të ndryshonte gjithçka. Dhe për herë të parë pas vitesh, ajo nuk kishte frikë. Ajo kishte kthjelltësi. Të nesërmen, Elira u zgjua e vendosur. Ajo nuk mund të vazhdonte më në atë jetë. Nuk mund të shtirej më. Por as nuk mund të vepronte në mënyrë impulsive. Ardiani ishte shumë i fuqishëm. Ajo duhej të ishte strategjike. E kaloi mëngjesin duke bërë kërkime. U konsultua në mënyrë diskrete me avokat të specializuar në divorce me pasuri të mëdha. Lexoi për të drejtat, ndarjet, implikimet ligjore. Zbuloi se, sado e vështirë që ishte, ajo kishte opsione. Kishte të drejta. Dhe më e rëndësishmja, kishte një zë. Pasdite, mori një telefonat nga Besarti. Ai dukej nervoz. Elira, duhet të flasim. Urgjentisht, tha ai. Çfarë ka ndodhur? Nuk mund të flas në telefon. A mund të vish në kompani?
Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks. Mundem. Por çfarë ka ndodhur? Do të tregoj kur të vish. Gjysmë ore më vonë, Elira ishte në selinë e gjata investime. Besarti e priste në kopshtin e jashtëm, duke ecur sa andej këtej, dukshëm i trazuar. Çfarë ka ndodhur, Besart? Pyeti Elira, sapo ju afrua. Besarti mori frym thellë. Ardiani më thiri në një mbledhje private sot në mëngjes. Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Dhe çfarë tha? Bëri pyetje. Për punën time. Për jetën time personale. Për ty, për mua? Më pyeti nëse kisha pasur kontakte me ty jashtë ambientit të punës. Nëse dija për ndonjë problem në martesën tuaj. Nëse kisha vënë re ndonjë ndryshim në sjelljen tuaj. Elira u ul në stol me këmbët e dobësuara. Dhe çfarë i the? I thash të vërtetën. Që kisha pasur kontakte sporadike, profesionale, lidhur me fondacionin. Që nuk dija për probleme në martesën tuaj. Që nuk kisha asgjë për të raportuar. Të besoj? Besarti u ul pranë saj. Nuk e di. Por më la të ikja me një buzëqeshje. Dhe kjo më friksoi më shumë se sa sikur të më ishte konfrontuar. Ardiani nuk buzëqesh. Ai llogarit. Elira vuri duart në fytyrë duke u përpjekur të përpunonte gjithçka. Ai po heton. Jam e sigurt për këtë. Çfarë do të bëjmë? Elira ngriti fytyrën dhe pa Besartin. Ne nuk bëjmë asgjë të gabuar, Besart. Ne flasim. Ne mbështesim njëri tjetrin. Por ne nuk po bëjmë asgjë të gabuar. Por për të, kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ai po humbet kontrollin. Dhe burrat si Ardiani nuk humbasin kontrollin pa reaguar. Elira e dinte se Besarti kishte të drejtë. Por në të njëjtën kohë, ajo nuk ishte më e gatshme të jetonte me frikë. Ajo kishte kaluar vite duke ju përkulur pritshmërive të Ardianit, duke u formsuar për t'u përshtatur në botën e tij. Dhe tani, për herë të parë, ajo po zgjidhte veten. Edhe sikur kjo t'i kushtonte gjithçka. Besart, duhet të them diçka, tha Elira me zë të vendosur. Unë do të ndahem. Nuk e di kur, nuk e di si. Por do ta bëj. Sepse nuk duroj dot më. Dhe nuk është për ty, nuk është për askën. Është për mua. Besarti i kapi dorën. Të mbështes. Për çfarëdo që të kesh nevojë. Elira ja shtrëngoi dorën duke ndier për herë të parë pas shumë kohe se nuk ishte vetëm. Por ajo që ata nuk dinin ishte se, në atë moment të saktë, pak metra larg, brenda ndërtesës, Ardiani po shite gjithçka përmes një prej kamerave të sigurisë të instaluara strategjikisht në kopsht. Ai nuk i dëgjonte fjalët. Por shite gjestet. Shite afërsinë. Shite intimitetin. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Ardiani fiku monitorin, u mbështet në karrigen e lëkurës dhe buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje lumturie. Ishte një buzëqeshje e dikujt që sapo kishte konfirmuar një dyshim. Dhe tani mund të vepronte. Mori telefonin dhe formoi një numër. Alo, Ardje në gjatë. Kam nevojë të kontraktoj shërbimet tuaja. Dua një raport të plotë. Foto, orare, kontakte. Gjithçka. Dhe dua diskrecion absolut. Nga ana tjetër e linjës, një zë profesional konfirmoi. Konsiderojeni të kryer, zoti Gjata. Ardiani e mbylli telefonin dhe pa nga dritarja e zyrës duke soditur qytetin poshtë. Ai kishte ndërtuar një perandori. Nuk do të lejonte që asgjë dhe askush të kërcënonte atë që ishte e tija. As edhe bashkëshortja e tij. Dhe ndërsa Elira dhe Besarti bisedonin në kopsht, të pavetëdijshëm për vështrimin vigjilent që i vëzhgonte, një stuj e heshtur filloi të formohej. Një stuj që së shpejti do të ndryshonte gjithçka. Javët në vijim u shënuan nga një luftë e heshtur. Ardiani nuk e konfrontoi Elirën drejt për drejt. Nuk kishte nevojë. Ai ishte një strateg i lindur, një njeri që e kuptonte vlerën e durimit dhe informacionit. Ndërsa mblidhte prova përmes ekipit të hetimit privat, ai mbante një fasadë normaliteti në shtëpi. Madje e intensifikoi praninë e tij. Darka për të dy, dhurata të papritura, ftesa për evente ku më parë ajo shkonte vetëm. Ishte një performancë e llogaritur me kujdes dhe Elira e dinte këtë.
Ajo e vëzhgonte të shoqin me një përzierje keqardhjeje dhe neverie. Keqardhje sepse ai vërtet besonte se mund ta rifitonte me gjeste të zbrazta, duke përsëritur të njëjtat modele që e kishin larguar gjatë viteve. Dhe neveri sepse, pas asaj vëmendjeje të ri për të rirë, ajo arrinte të shihte manipulimin, dëshirën për kontroll, nevojën për të fituar. Elira, nga ana e saj, po ndryshonte. Jo në mënyrë shpërthyese, por të vazhdueshme. Filloi të frekuentonte përsëri seancat e jogës që i kishte braktisur, filloi të dilte vetëm për të ecur në parkun e madh të Tiranës, rifilloi leximet që kishin mbetur të harruara prej vitesh. Veprime të vogla autonomie që pak nga pak, por i ndërtonin identitetin e saj. Dhe Besarti qëndronte aty, jo si një premtim për të ardhmen, por si një pasqyrë. Përmes tij, Elira e shihte veten më qartë, më sinqerisht. Takimet mes tyre ishin bërë më të rralla, pikërisht sepse të dy e dinin se po vëzhgoheshin. Por bisedat me mesazhe vazhdonin, gjithmonë të kujdesshme, gjithmonë të ngarkuara me nënkuptime. Ishte një të martë me shi kur gjithçka filloi të shembej. Elira ishte në dhomën e ndenjes duke lexuar, kur Ardiani erdhi në shtëpi në mes të pasdites, diçka e pazakonë. Ai hyri pa bërë zhurmë, por Elira e ndjeu praninë e tij para se ta shite. Duhet të flasim, tha Ardiani, i ndalur në hyrje të dhomës, me kostumin e patëmet, por me shprehje të zymë. Elira mbylli librin dhe e pa. Për çfarë? Ardiani eci deri te koltuku përballë saj dhe u ul. Nxori një zarf të madh nga xhepi i brendshëm i xhaketës dhe e vendosi mbi tavolinën e kafes mes tyre. Për këtë, tha ai, duke treguar zarfin. Elira e pa zarfin, por nuk e preku. Çfarë është? Hape, urdhëroi Ardiani, me zë të ftohtë. Elira hezitoi, por e mori zarfin. E hapi ngadalë dhe nxori përmbajtjen. Ishin fotografi. Ajo dhe Besarti në park. Ajo dhe Besarti në kafene. Ajo dhe Besarti në kopshtin e kompanisë. Nuk kishte asgjë komprometuese në imazhe. Asnjë puthje, asnjë përqafim i papërshtatshëm. Por kishte afërsi. Kishte intimitet. Dhe kjo, për Ardianin, ishte e mjaftueshme. Elira ndjeu zemrën t'i rrite me furi, por e mbajti shprehjen të kontrolluar. I vendosi fotot përsëri mbi tavolinë dhe pa të shoqin. E pra? Pyeti ajo, me zë të vendosur. Ardiani u përkul përpara. E pra? Elira, ti po fotografohesh me një burr tjetër. Takime sekrete. Biseda të gjata. Ti mendon se kjo është normale? Janë biseda, Ardian. Vetëm biseda. Me një punonjës tëndin që rastësisht ka qenë nxënësi im në një kurs që kam dhënë vite më parë. Nuk ka asgjë të gabuar këtu. Nuk ka asgjë të gabuar. Ardiani qeshi, por ishte një e qeshur pa humor. Ti po takohesh fshehurazi me një burr më të ri. Po më gënjen për oraret e tua. Po ndryshon sjelljen tënde. Dhe ti mendon se nuk ka asgjë të gabuar? Unë nuk kam gënjur. Thjesht nuk e pash të nevojshme të tregoja çdo detaj të rutinës sime. Diçka që, për më tepër, ti nuk e ke bërë kur me mua. Ardiani i ra tavolinës me dorë, duke bërë që fotot të hidheshin përpjet. Mos e kthe situatën, Elira. Ti je gruaja ime. Ke detyrime. Ke një imazh për të ruajtur. Elira u ngrit, zemërimi më në fund duke shpërthyer. Imazh? Për këtë shqetësohesh? Për imazhin? Jo, për faktin se martesa jon ka vdekur prej vitesh. Se ti më trajton si një objekt dekorativ? Se ne nuk kemi bërë një bisedë të vërtet prej sa kohësh, Ardian? Vitesh. Vitesh heshtjeje. Braktisje emocionale. Dhe tani ti ke guximin të më konfrontosh sepse unë fola me dikë që më trajton si qenie njerëzore? Ardiani u ngrit gjithashtu, nofulla e tendosur. Unë të kam dhënë gjithçka. Gjithçka që ti ke është për shkakun tim. Kjo shtëpi. Këto rroba. Ky stil jete. Dhe ti ma paguan me tradhti. Tradhti? Elira bëri një hap përpara, syt duke i djegur. Unë nuk të kam tradhtuar. Por ti po. Ke tradhtuar besimin. Ke tradhtuar bashkëfajsin. Ke tradhtuar angazhimin për të ndërtuar një jetë bashkë. Ti më le vetëm brenda martesës son, Ardian.
Dhe tani do të më fajsosh mua sepse unë kërkova lidhje diku tjetër? Ardiani merrte frymërënd, fytyra e kuqe. Ti do ta mbarosh këtë. Çfarëdo që të jetë duke ndodhur me këtë Besartin, ti do ta mbarosh. Tani. Jo, tha Elira, zëri i ulët por i vendosur. Si the? Thash jo. Nuk do të mbaroj asgjë sepse nuk ka asgjë për të mbaruar. Dhe edhe sikur të kishte, nuk do të ishe ti ai që do ta vendoste këtë. Ardiani bëri një hap përpara, duke i hyrë në hapësirën personale. Ti po sfidon personin e gabuar, Elira. Unë mund t'ja shkatërroj jetën atij djalit me një telefonat. Mund t'ja rënoj karrierën. Dhe mund të bëj të pendohesh për çdo fjalë që the këtu sot. Elira nuk u tërhoq. Atëherë bëje. Shkatërroje. Rënoje. Por unë nuk do të jetoj më me frikën tënde, Ardian. Mbaroj. Ajo i ktheu shpinën dhe filloi të ngjiste shkallët. Ardiani bërtiti pas saj. Ti nuk do të shkosh askund. Elira ndaloi në mes të shkallëve dhe u kthye. Do të shkoj. Dhe kur të vendos, do të shkoj shumë larg. U ngjit pjesën tjetër të shkallëve dhe u mbyll në dhomë. Vetëm kur dera u mbyll pas saj, i lejoi vetes të dridhej. Këmbët i dështuan dhe ajo ul në cep të krevatit duke marrë frymë me vështirësi. Kishte kaluar vijen. Nuk kishte më kthim pas. Mori celularin dhe, me gishta të dridhur, i dërgoi një mesazh Besartit. Ai e di. Duhet të ndalojmë. Përgjigjja erdhi pothuajse menjëherë. Në rregull. Por a jeti mirë? Elira e pa pyetjen dhe ndjeu sytë t'i digjinin. Jo. Por do të bëhem. Në ditët në vijim, Elira e shmangu Ardianin sa më shumë që ishte e mundur. Ata ndanin të njëjtën shtëpi, por jetonin në botë të ndara. Ai dilte herët dhe kthehej vonë. Ajo mbahej e zënë me fondacionin dhe me aktivitete jashtë shtëpisë. Kur takoheshin, biseda ishte e ftohtë, protokollare, e tensionuar. Tefta vëzhgonte gjithçka me shqetësim në rritje. Ajo kishte parë shumë konflikte në atë shtëpi gjatë viteve, por kur diçka kaq intensive. Dhe ndryshe nga herët e tjera, Elira nuk po përkulej. Por rezistonte. Dhe kjo e bënte Teftën në të njëjtën kohë krenare dhe të shqetësuar. Ishte një të shtunë në mëngjes kur Tefta mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo po organizonte bibliotekën kur gjeti një letër. Nuk ishte e fshehur, por as nuk ishte në një vend të dukshëm. Ishte mes faqeve të një libri që Elira e kishte lënë mbi tavolinën e punës. Tefta nuk kishte ndërmend ta lexonte. Por kur mori librin, letra ra në tokë. Dhe kur e mori, pas se kujt i drejtohej. Besartit. Tefta hezitoi. E dinte se nuk duhej ta lexonte. Por gjithashtu e dinte se ajo letër në duart e gabuara mund të ishte shkatërruese. Mori frymë thellë dhe e hapi. Letra ishte e shkruar me dorë, me një shkrim delikat dhe të dridhur. Besart, kur ta lexosh këtë, ne tashmë do t'i kemi marrë vendimet tona. Nuk e di se çfarë na rezervon e ardhmja. Nuk e di nëse ka një ne. Por e di se duhet të takoj një herë të fundit. Jo nga dëshira, jo nga fantazia, por nga nevoja. Duhet të di nëse ajo që ndjej është e vërtet apo vetëm reflektimi i një mungese të thellë. Duhet të shoh në sy larg gjithçkaje dhe të kuptoj nëse jam ende e aftë të ndjej diçka të vërtetë. Kam lënë një vend. Larg. Neutral. Ku askush nuk na njeh. Të premten, ora 8 e mbrëmjes. Do të jem aty. Nëse shfaqesh, do ta di se nuk jam vetëm në këtë çmenduri. Nëse nuk shfaqesh, do të kuptoj. Dhe do të vazhdoj përpara ashtu si të mundem. Elira. Tefta mbaroi së lexuari dhe mbylli sytë. Kjo ishte më serioze se sa e kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm tërheqje. Ishte dëshpërim. Ishte një përpjekje për t'u kapur pas diçkaje reale në mes të boshllëkut. Ajo e palosi letrën me kujdes dhe e futi në xhepin e përparses. Nuk e vendosi përsëri në libër. Duhej të mendonte. Duhej të vendoste se çfarë të bënte. Gjatë gjithë ditës, Tefta e mbajti atë letër si një peshë. Ajo e dinte se gjëja e duhur ishte t'ia kthente Elirës. Ose ndoshta ta shkatëronte. Por gjithashtu e dinte se Ardiani, nëse e zbulonte, do ta përdorte atë si armë.
dhe Elira, pavarësisht gjithçkaje, nuk e meritonte të shkatërrohej sepse kërkonte pak humanizëm. Në mbrëmje, kur shtëpia ishte e heshtur, Tefta mori vendimin e saj. Ajo nuk do t'ia dorëzonte letrën Ardianit, por as nuk do t'ia kthente Elirës. Do të bënte një kopje vetëm si garanci dhe do ta mbante origjinalin me vete. Ishte mënyra e saj për të mbrojtur atë grua që kishte mësuar ta respektonte gjatë viteve. Dhe pikërisht këtë bëri. Ndërkohë, Besarti po përjetonte dilemat e tij. Që nga mesazhi i Elirës që i thoshte se duhej të ndalonin, ai nuk kishte provuar të kontaktonte. E respektoi kërkesën e saj, edhe pse kjo e brengoste nga brenda. Por thellë e dinte se ishte gjëja e duhur. Elira ishte e martuar. Kishte një jetë. Dhe ai, sado që ndjente një lidhje të thellë me të, nuk kishte të drejtë t'ia komplikonte edhe më shumë. Por ishte një të enjte, një ditë para datës së shënuar në letër që ai ende nuk e dinte se ekzistonte, kur diçka ndryshoi. Besarti ishte në tavolinën e tij në zyrë kur një korrier privat i dorëzoi një zarf. Nuk kishte dërgues. Vetëm emrin e tij. I intriguar, e hapi. Brenda ishte letra e Elirës. Besarti e lexoi një herë. 2 herë. 3 herë. Zemra i rrite me furi. Ajo donte ta shite. Jo nga impulsi, por nga nevoja. Ajo kishte nevojë për përgjigje. Dhe ai gjithashtu. Por në të njëjtën kohë, i dinte rreziqet. E dinte se Ardiani ishte vigjilent. E dinte se kjo mund t'i jepte fund karrierës së tij. Dhe më keq, mund të shkatëronte Elirën. E kaloi gjithë natën pa gjumë, duke peshuar pro dhe kundra. Mendoi të mos shkonte. Mendoi t'i telefononte Elirës dhe t'i shpjegonte se ishte më mirë kështu. Por sa herë që ishte afër të hiqte dorë, i kujtohej vështrimi i saj. Buzëqeshja e ndrojtur. Cenueshmëria e sinqertë. Dhe nuk mundej. Të premten, Besarti punoi mekanikisht gjithë ditën. Kur ora u afrua 8 e mbrëmjes, ai ende nuk kishte vendosur. Qëndroi në parkingun e ndërtesës duke parë orën e makinës. 8:05. 8:10. 8:15. Më në fund ndezi motorin. Nuk do të shkonte. Ishte çmenduri. Ishte e papërgjegjshme. Ishte e rrezikshme. Por para se të dilte nga parkingu, celulari i tij vibroi. Ishte një mesazh nga një numër i panjohur. Nëse e do vërtet, shko. Ajo ka nevojë të di se ka ende mirësi në botë. Besarti rrudhi vetullat. Kush ishte? Si e dinte ai person? Por nuk kishte rëndësi. Ai mesazh ishte vendimi që ai nuk arrinte ta merrte vetë. Shkroi adresën që ishte në letër në GPS dhe u nis me shpejtësi. Elira ishte në kafenen e vogël te pazari i ri prej gati 40 minutash. E kishte zgjedhur atë vend sepse ishte diskret, i frekuentuar nga artistë dhe bohem, larg qarkut të elitës tiranase. Ajo vishte rroba të thjeshta, pa bizhuteri, pa makijazh të elaboruar. Donte të ishte thjesht Elira. Jo bashkëshortja e biznesmenit. Ishte pothuajse ora 9. Ajo e dinte. Ai nuk do të vinte. Dhe gjithçka ishte në rregull. Të paktën, këtë i përsëriste vetes. Kërkoi llogarin, mori çantën dhe u ngrit. Ishte atëherë kur dera e kafenes u hap. Besarti hyri, pa frym, me flokët e çrregullt, këmishën e zhubrosur. Kërkoi me sy dhe e gjeti. Të dy qëndruan në vend, duke parë njëri tjetrin, koha e pezulluar. Më fal për vonesën, tha Besarti, duke u afruar. Po thuaj se nuk erdha. Mendova se nuk do të vije, u përgjigj Elira, zëri i dridhur. Edhe unë. Ata u ulën. Porositën kafe. Dhe, më në fund, biseduan. Vërtet. Pa frikë. Pa kamera. Pa mbikëqyrje. Elira i tregoi për vitet e martesës së zbrazët, për mënyrën se si ishte humbur duke u përpjekur të ishte bashkëshortja e përsosur, për mënyrën se si kursi i vetënjohjes kishte qenë përpjekja e saj e fundit për të rigjetur para se të dorëzohej plotësisht. Besarti i tregoi për betejat e tij, për presionin për të qenë i suksesshëm, për mënyrën se si leksionet e saj e kishin ndihmuar të shihte se suksesi pa autenticitet ishte burg i maskuar si arritje. Orët kaluan. Kafeneja ishte pothuajse bosh.
por ata vazhdonin aty duke ndarë histori, frikëra, shpresa. Elira, duhet të them diçka, tha Besarti, më në fund. Unë nuk erdha këtu duke pritur asgjë. Nuk erdha këtu për të nxjerrë nga martesa jote apo për të krijuar një romancë klandestine. Erdha sepse ti kërkove. Sepse të respektoj shumë për të lënë vetëm kur ti kërkove të mos ishe. Elira ndjeu lotët të rridhnin. Nuk e di se çfarë prisja nga kjo natë. Nuk e di se çfarë prisja të ndjeja. Por tani di një gjë. Ajo që ndjej për ty është e vërtetë. Nuk është mungesë. Nuk është arrati. Është njohje. Është lidhje. Dhe kjo më frikson sepse nuk di çfarë të bëj me të. Besarti i kapi dorën mbi tavolinë. Nuk ke nevojë ta dish tani. Ti ke nevojë vetëm të dish se nuk je vetëm. Dhe se cili do qoftë vendimi yt, unë do ta respektoj. Elira ja shtrëngoi dorën dhe për herë të parë pas shumë kohe, u ndje si në shtëpi. Jo në një vend fizik, por në një prani. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Ata u përshëndetën afër mesnatës. Pa puthje. Pa premtime. Por me sigurinë se diçka kishte ndryshuar. Elira u kthye në shtëpi e transformuar. Jo më e ndarë. Jo më e konfuzuar. E vendosur. Ajo e dinte se çfarë duhej të bënte. Kur hyri në vil, Ardiani ishte në sallon duke pritur. Ai u ngrit kur e pa. Ku ishe? Pyeti ai, zëri i kontrolluar por i tensionuar. Jashtë, u përgjigj Elira duke e parë pa frikë. Me kë? Kjo nuk ka më rëndësi. Ardiani bëri një hap përpara. Ka rëndësi. Ti je gruaja ime. Elira mori frym thellë. Jo për shumë gjatë. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ardiani puliti syt duke përpunuar fjalët. Kur kuptoi, fytyra e tij u ngurtësua. Ti nuk do ta bësh këtë. Do ta bëj. Dhe tashmë e kam marrë vendimin tim. Ardiani qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur. Ti mendon se është kaq e thjeshtë? Se mund të vendosësh thjesht kështu vetë? Unë do të luftoj. Do të përdor të gjitha burimet që kam. Dhe ti do të humbasësh. Gjithçka. Elira eci deri te shkallët, por para se të ngjitej, u kthye një herë të fundit. Unë tashmë kam humbur gjithçka, Ardian. Kam humbur vite të jetës sime duke u përpjekur të jem ajo që ti doje. Tani do të rimarr atë që kam mbetur. Dhe ti nuk mund ta ndalosh. Dhe unë gjithë duke e lënë Ardianin vetëm për herë të parë pa fjalë. Atë natë, ndërsa Tirana merrte frym jashtë me miliona historitë e saj të ndërthurura, 3 njerëz po merrnin vendime që do të ndryshonin gjithçka. Elira, e vendosur të rinisë. Besarti, i vendosur ta mbështesë. Dhe Ardiani, duke llogaritur lëvizjen e tij të radhës. Sepse burrat si ai nuk humbisnin pa luftuar. Dhe lufta sapo kishte filluar. Ditët që pasuan atë natë ishin të një tensioni mbytës. Elira nuk u tërhoq nga vendimi, por as nuk nxitoi asgjë. U konsultua me avokat të specializuar në të drejtën familjare, organizoi dokumente, mblodhi informacione për të drejtat e saj. Gjithçka në mënyrë diskrete, metodike, si dikush që përgatit një arratisje të planifikuar nga një burg i ardhë. Ardiani, nga ana e tij, nuk qëndronte duar kryq. Ai intensifikoi mbikëqyrjen, zgjeroi hetimin dhe, për herë të parë pas vitesh, filloi të ndjente diçka që nuk ishte mësuar ta ndjente, frikë. Jo frikë se do të humbiste Elirën si person, por frikë se do të humbiste kontrollin. Frikë se narrativa që ai kishte ndërtuar me kaq kujdes gjatë viteve mund të shembej. Frikë se njerëzit do të fillonin ta shihnin jo si biznesmenin e shkëlqyer, por si bashkëshortin e paaftë për të mbajtur gruan e tij. Dhe kjo, për një njeri si Ardian Gjata, ishte e papranueshme. Një të hënë në mëngjes, Ardiani thiri një mbledhje private me ekipin e tij ligjor. Kaluan orë të tëra duke diskutuar strategji, boshllëqe kontraktuale, mënyra për të mbrojtur pasurinë në rast divorci. Avokatët ishin të qartë, Elira kishte të drejta. Shumë të drejta. Ligji shqiptar favorizonte ndarjen e pasurisë, veçanërisht në martesa të gjata. Dhe nëse ajo arrinte të provonte neglizhencë emocionale, braktisje afektive, mund të kërkonte edhe shumë shtesë. Ardiani dëgjoi gjithçka me nofullën e tendosur.
Ai kishte ndërtuar një perandori, por zbuloi se ajo perandori ishte e cenueshme në mënyra që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Ndërkohë, Elira filloi të hidhte hapa të vegjël drejt pavarësisë. Hapi një llogari bankare në emrin e saj, diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Filloi të transferonte shuma nga llogaria e përbashkët për të cilat kishte të drejtë, jo shuma të mëdha, por mjaftueshëm për të siguruar që nuk do të mbetej e pambrojtur. U konsultua me terapistë të specializuar për gratë në proces ndarjeje. Dhe për herë të parë pas shumë kohe, ndjeu se po ndërtonte diçka që ishte e saja. Jo e trashëguar, jo e dhënë, jo e kontrolluar. E saja. Besarti, duke respektuar kërkesën e Elirës, mbajti distancë. Ata nuk flisnin. Nuk shiheshin. Por ai e dinte se ajo ishte në proces ndryshimi. Dhe shpresonte në heshtje që ajo të gjente forcën e nevojshme. Por ishte një të mërkur kur gjithçka mori një kthes të papritur. Elira ishte në fondacion duke rishikuar raportet e projektit social që mbështeste fëmijët në situatë të vështirë, kur mori një telefonat nga Tefta. Zëri i asistentes ishte i dridhur, nervoz. Zonja Elira, ju duhet të ktheheni në shtëpi. Tani. Çfarë ka ndodhur, Tefta? Zoti Ardian. Ai ka pushuar të gjithë nga puna. Kuzhinieren, kopshtarin, rojet. Të gjithë. Dhe tha se edhe unë jam e pushuar. Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Si kështu? Ai nuk mund ta bëj këtë pa u konsultuar me mua. Mundet, zonja Elira. Shtëpia është në emrin e tij. Punonisit janë punësuar nga ai. Ai ka autoritetin ligjor. Dhe ai po e bën këtë. Tani. Elira e mbylli telefonin dhe u nis me vrap. Hyri në makinë dhe ngau me shpejtësi të lartë deri te vila pranë liçenit. Kur arriti, gjeti një skenë surreale. Valixhet e punonjësve ishin në kopsht. Ata prisnin taksit që Ardiani kishte thirrur, të gjithë me shprehje shoku dhe trishtimi. Tefta ishte mes tyre, me sy të kuq. Tefta, çfarë po ndodh? Pyeti Elira duke vrapuar drejt saj. Zoti Ardian tha se po ristrukturon ekipin e shtëpisë. Se nuk ka më nevojë për kaq shumë njerëz. Por të gjithë e dim se kjo është për ju, zonja Elira. Ai po ju izolon. Elira u kthye dhe hyri në shtëpi si një stuj. Gjeti Ardianin në zyrë, të ulur pas tavolinës, duke shtypur në kompjuter me qetësinë e dikujt që sapo kishte marrë një vendim banal. Ardian, çfarë ke bërë? Bërtiti Elira duke përplasur derën pas vetes. Ardiani ngriti syt, i qetë. Riorganizova shtëpinë. Nuk kemi nevojë për kaq shumë punonjës. Është shpërdorim. Shpërdorim? Ti ke pushuar nga puna njerëz që punojnë me ne prej vitesh. Njerëz që varen nga këto punë. Dhe e bëre këtë pa u konsultuar me mua. Unë nuk kam nevojë të konsultoj, Elira. Kjo shtëpi është e imja. Dhe unë vendos se kush punon këtu. Elira bëri një hap përpara, grushtet e shtrënguara. Ti po përpiqesh të më izolosh. Po heq njerëzit që më mbështesin. Por kjo nuk do të funksionoj, Ardian. Unë nuk do të heq dorë. Ardiani u ngrit, anashkaloi tavolinën dhe ndaloi para saj. Ti do të largohesh? Atëherë largohu. Por largohu vetëm. Pa asgjë. Sepse unë do të luftoj për çdo qindark. Çdo objekt. Çdo pronë. Dhe do ta shohësh se kush ka vërtet fuqi këtu. Elira e pa, frymëmarrja e përshpejtuar. Ti mendon se fuqia është kjo? Të pushosh nga puna njerëz të pafajshëm për të më goditur mua? Kjo nuk është fuqi, Ardian. Është frikacakëri. Ardiani buzëqeshi ftohtë. Quaje si të duash. Por ti e zgjodhe këtë rrugë. Tani duro pasojat. Elira doli nga zyra duke u dridhur nga zemërimi dhe pafuqia. Vrapoi deri në kopsht, por punonjësit tashmë kishin ikur. Të gjithë, përveç Teftës, që ishte ende aty duke pritur taksinë e fundit. Tefta, më vjen shumë keq, tha Elira duke përqafuar asistenten. Nuk keni pse të kërkoni falje, zonja Elira. E dija se kjo mund të ndodhte. Vetëm shpresoj që ju të jeni mirë. Elira i kapi duart Teftës. Ti do të jesh mirë? Ke nevojë për diçka? Tefta buzëqeshi, edhe pse me sy të përlotur. Do të jem mirë.
por ju, zonja Elira, duhet të jeni e fortë. Ai do të shtrëngojë gjithnjë e më shumë. Dhe ju nuk mund të lëshoni pe. Nuk do të lëshoj pe. E di. Dhe prandaj, duhet t'ju jap diçka. Tefta hapi çantën dhe nxori një zarf. Ishte kopja e letrës që Elira i kishte shkruar Besartit. Elira e mori zarfin, e hutuar. E gjeta këtë letër në bibliotekë, shpjegoi Tefta. Bëra një kopje dhe e ruajta origjinalin. Mendova se mund të ishte e rëndësishme. Por tani, mendoj se ju duhet ta keni përsëri. Të gjithën. Për të vendosur se çfarë të bëni. Tefta i dha edhe letrën origjinale. Elira i pa të dyja, e shtangur. E lexove? E lexova, rrëfeu Tefta, duke ulur syt. Më falni. Por duhej të dija se çfarë po ndodhte. Duhej të vendosja nëse duhej t'ju mbroja apo jo. Dhe vendosa që po. Gjithmonë. Elira e përqafoi Teftën fort, lotët duke i rrjedhur. Faleminderit. Për gjithçka. Taksia i ra Boris. Tefta u largua, fshiu fytyrën dhe buzëqeshi një herë të fundit para se të hynte në makinë. Elira mbeti në kopsht, vetëm, duke mbajtur letrat, duke ndier peshën e atij momenti. Ajo u kthye brenda shtëpisë që tani dukej më e madhe dhe më e zbrazët se kurrë. U ngjit në dhomë, mbylli derën dhe u ul në krevat. Hapi letrat dhe i lexoi përsëri. Pastaj mori celularin dhe, për herë të parë pas javësh, i dërgoi një mesazh Besartit. Duhet të flasim. Personalisht. Është urgjente. Përgjigjja erdhi disa minuta më vonë. Kur dhe ku? Elira mendoi për një çast. Duhej të ishte një vend i sigurt. Një vend ku Ardiani nuk mund të arrinte. Ju kujtua një shoqe fëmijërie, Anila, e cila jetonte në një apartament të vogël në lagjen komuna e Parisit. Ato ishin larguar gjatë viteve, por Elira e dinte se mund t'i besonte. I telefonoi Anilës, i shpjegoi situatën në mënyrë të përmbledhur dhe i kërkoi strehim për disa orë. Anila, pa hezituar, pranoi. Elira la takim me Besartin në apartamentin e Anilës të nesërmen, pasdite. E dinte se po rrezikonte gjithçka, por nuk shite rrugdalje tjetër. Kishte nevojë për ndihmë. Kishte nevojë për dikë që e shihte, që e kuptonte, që e mbështeste. Të nesërmen në mëngjes, Elira u zgjua herët, bëri gati një valixhe të vogël me rroba thelbësore dhe disa dokumente të rëndësishme. Kur Ardiani doli për në zyrë, ajo mori makinën dhe shkoi direkt në apartamentin e Anilës. Anila e priti me një përqafim të ngrohtë. Të dyja nuk ishin parë prej gati 3 vitesh, por lidhja vazhdonte aty. Elira, çfarë po ndodh? Pyeti Anila, duke e çuar shoqen në sallonin modest por komod. Elira i tregoi gjithçka. Martesën e zbrazët, takimin me Besartin, fotot, kërcënimet e Ardianit, pushimin e punonjësve. Anila dëgjoi gjithçka në heshtje, duke i mbajtur dorën shoqes. Ti ke gjithë të drejtën të jesh e lumtur, Elira. Dhe nëse ky njeri nuk të bën të lumtur, ti duhet të largohesh. Nuk ka rëndësi sa lufton ai. Ti do t'ja dalësh. Elira tundi kokën, por pasiguria ishte e dukshme. Po sikur të mos ja dal, Anila? Po sikur ai të shkatërroj gjithçka? Po sikur të përfundoj pa asgjë? Anila ja shtrëngoi dorën. Atëherë ti rinisësh. Nga zero. Por të paktën e lirë. Dhe ti nuk je vetëm. Unë jam këtu. Dhe njerëz të tjerë do të jenë gjithashtu. Disa orë më vonë, erdhi Besarti. Anila i la vetëm në sallon dhe shkoi në dhomë, duke u dhënë privatësi. Elira dhe Besarti u ulën në divan përballë njëri tjetrit. Ajo i tregoi për pushimin e punonjësve, për kërcënimin e Ardianit, për frikën që ndjente, por edhe për vendosmërinë që po rritej brenda saj. Besarti dëgjoi gjithçka në heshtje dhe kur ajo mbaroi, ai i kapi duar. Elira, duhet të them diçka. Dhe ndoshta nuk do të pëlqej ta dëgjosh. Por duhet të jemi sinqert. Elira e pa, e shqetësuar. Çfarë? Unë do të largohem nga kompania. Elira zgurdulloi syt. Çfarë? Jo. Ti nuk mund ta bësh këtë për shkakun tim. Ti ke punuar kaq shumë për të arritur këtu ku je. Nuk është vetëm për ty, është edhe për mua. Unë nuk mund të punoj më për një njeri që e shoh duke të shkatëruar.
Sa herë që hy në atë ndërtesë, ndjej se po bëhem bashkëfajtor i diçkaje të gabuar. Dhe nuk mundem më. Nuk do të vazhdoj më. Elira ndjeu lotët të rridhnin. Besart, ti nuk ke nevojë ta bësh këtë. Kam nevojë. Sepse nëse qëndroj aty, do të tradhtoja gjithçka që mësova në ato leksionet e tua. Për autenticitetin. Për të jetuar në përputhje me vlerat e tua. Dhe vlerat e mia nuk më lejojnë të qëndroj. Elira e përqafoi dhe për herë të parë i lejoi vetes të shpërthente. Qau për gjithçka që kishte mbajtur gjatë javëve. Qau për martesën që nuk ishte kur ajo që priste. Qau për vitet e humbura. Qau për frikën e së ardhmes. Dhe Besarti thjesht e mbajti në heshtje duke i ofruar të vetmen gjë që mundej, pranin. Kur lotët pushuan, Elira u largua lehtë dhe pa Besartin. Çfarë do të bëjmë tani? Tani ti merr vendimet që duhet të marrësh. Dhe unë të mbështes. Nga larg apo nga afër, si të preferosh ti, por ti nuk je vetëm. Elira tundi kokën. Unë do të ndahem. Zyrtarisht. Do të bëj kërkesën për divorc. Dhe do të luftoj për të drejtat e mia. Jo për para. Por për dinjitet. Dhe unë do të mbështes, përsëriti Besarti. Ata qëndruan aty edhe për disa orë duke biseduar, duke planifikuar, duke ndarë frikëra dhe shpresa. Dhe kur Besarti iku, Elira u ndje ndryshe. Më e fortë. Më e plotë. Por ajo që nuk dinte ishte se Ardiani, në atë moment të saktë, po e mbyllte rrethin. Ai kishte zbuluar se ku ishte Elira. Kishte gjurmuar makinën e saj. Dhe tani, i ulur në zyrën e tij, ai po shkruante një email për avokatët e tij me një udhëzim të vetëm, të përgatisnin një padi gjyqësore duke pretenduar braktisje të shtëpisë dhe sjellje të papërshtatshme. Ai bashkëngjiti fotot e Elirës me Besartin. Dhe megjithse imazhet nuk provonin tradhti, ai e dinte se në gjykatën e opinionit publik dhe në duart e avokatëve të aftë, ato mund të interpretoheshin në mënyra shkatërruese. Ardiani buzëqeshi ndërsa dërgonte emailin. Ai nuk ishte i shqetësuar. Ai kishte burime. Kishte ndikim. Kishte fuqi. Dhe do t'i përdorte të gjitha këto për të siguruar që Elira të mësonte një mësim që nuk do ta harronte kurrë. Askush nuk e sfidonte Ardian gjatën pa u ndëshkuar. Ndërkohë, në një vend tjetër të qytetit, Besarti arriti në shtëpi dhe, pa menduar shumë, u ul para kompjuterit. Hapi një dokument të zbrazët dhe filloi të shkruante. Nuk ishte vetëm një letër dorëheqjeje. Ishte një deklaratë. Një shpjegim i sinqert, i drejtpërdrejtë dhe i guximshëm sepse ai nuk mund të punonte më në një mjedis që toleronte sjellje shkatërruese, që vlerësonte fuqinë mbi humanizmin, që i shihte njerëzit sigur në një tabel shahu. Shkroi për orë të tëra. E rishikoi. E përmirësoi. Dhe kur mbaroi, e lexoi një herë të fundit. Ishte i vendosur. Do ta dërgonte atë të nesërmen në mëngjes. Dhe bashkë me letrën e dorëheqjes do të bashkëngjiste një shënim personal për Ardianin. Jo për të kërkuar falje, por për të thënë të vërtetën. Për të thënë se Elira nuk ishte braktisur nga një burr tjetër. Ajo ishte braktisur nga ai, Ardiani, shumë kohë para se dikush tjetër të hynte në histori. Dhe ndërsa nata binte mbi Tiranë, 3 njerëz po përgatiteshin për atë që do të vinte. Elira, e vendosur të rindërtonte jetën e saj. Besarti, i gatshëm të përballonte pasojat e zgjedhjeve të tij. Dhe Ardiani, duke llogaritur goditjen e tij të radhës. Stuhia po vinte. Dhe askush nuk do të dilte i padëmtuar. Por ndonjëherë, për të rilindur, duhet së pari të djegësh gjithçka. Dhe Elira ishte gati për zjarrin. Sepse ajo tashmë kishte humbur shumë për të pasur frikë të humbiste atë që nuk ishte kur vërtet e saj. Dhe për herë të parë pas vitesh, ajo nuk donte më të shpëtojë. Ajo donte të shpëtonte veten. Dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Të nesërmen në mëngjes, Elira u zgjua në divanin e Anilës me një kthjelltësi që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Piu kafe, falenderoi shoqen për mikpritjen dhe i tha se do të kthehej në shtëpi. Anila u shqetësua, por Elira e qetësoi. Duhet ta përballoj. Nuk mund të iki për gjithmonë. Dhe ai duhet të kuptoj se unë nuk do të heq dorë. Anila e përqafoi shoqen. Për çdo gjë, më telefono. Në çdo orë.
Elira tundi kokën, hyri në makinë dhe u kthye në vilë. Kur arriti, Ardiani ishte në salon duke pritur. Ai nuk tha asgjë kur ajo hyri. Vetëm e vëzhgoi me një vështrim që përziente zemërim dhe diçka që Elira nuk arriti ta identifikonte. Ndoshta ishte dëshpërim i maskuar si kontroll. Duhet të flasim, tha Elira, duke lënë çantën mbi komodinë. Ardiani kryqëzoi krahët. Po të dëgjoj. Unë dua divorcin. Dhe do të bëj kërkesën zyrtarisht. Mund ta bëjmë këtë në mënyrë të civilizuar ose mund ta bëjmë në mënyrë konfliktuale. Por do të ndodh. Në një mënyrë apo në një tjetër. Ardiani bëri një hap përpara. Ti mendon se është kaq e thjeshtë? Se mund ta vendosësh thjesht kështu vetë? Mundem. Dhe po e vendos. Zgjedhja tani është e jotja. Ta lehtësosh apo ta vështirësosh. Ardiani qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur. Ti nuk e di se me kë po përballesh, Elira. E di. Po përballem me një njeri që ngatëron kontrollin me dashurinë. Dhe unë jam lodhur nga kjo. Ardiani hapi gojen për t'u përgjigjur, por u ndërprej nga zhurma e celularit të tij që po binte. E hapi, i irrituar. Dëgjoi për disa sekonda, fytyra duke ju tendosur gjithnjë e më shumë. E mbylli dhe pa Elirën me një shprehje që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Ishte pothuajse cenueshmëri. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo. Miku yt sapo ka dhënë dorëheqjen. Dhe i ka dërguar një letër gjithë bordit drejtues duke shpjeguar arsyet. Elira ndjeu zemrën t'i rritë fort. Çfarë ka thënë? Ardiani e hodhi celularin mbi tavolinë me forcë. Lexoje vetë. Elira mori celularin dhe hapi emailin. Lexoi letrën e Besartit. Çdo fjalë ishte e ngarkuar me të vërtetë, me guxim, me integritet. Ai nuk e përmendte atë drejt për drejt, por fliste për mjedise toksike, për leadership të bazuar në frikë, për rëndësinë e të jetuarit në përputhje me vlerat e tua. Dhe në fund, në një shënim personal për Ardianin, ai thoshte, bashkëshortja jote nuk u braktis nga unë. Ajo u braktis nga ti, shumë kohë para se unë të hyja në historinë e saj. Elira mbaroi së lexuari dhe ia ktheu celularin. Ai ka të drejtë. Ardiani u kthye nga ajo, sytë e skuqur nga zemërimi. Ti shkatërrove gjithçka. Reputacionin tim. Kompaninë time. Martesën time. Elira bëri një hap përpara. Unë nuk shkatërrova asgjë, Ardian. Ti shkatërrove. Me vite neglizhence. Me vite kontrolli. Me vite duke më trajtuar si objekt. Unë thjesht po mbledh copëzat e asaj që kam mbetur dhe po përpiqem të rindërtoj. Dhe nëse kjo të bezdis, problemi është i yti. Jo i imi. Ajo u kthye dhe u ngjit shkallëve, duke e lënë Ardianin vetëm, për herë të parë, pa argumente. Pa strategji. Pa kontroll. Dhe për një njeri si ai, kjo ishte më keq se çdo humbje financiare. Ishte humbja e pushtetit. Dhe ai nuk dinte si ta përballonte këtë. Elira u mbyll në dhomë dhe mori celularin. I dërgoi një mesazh Besartit. Faleminderit. Për gjithçka. Përgjigjja erdhi disa minuta më vonë. Nuk ke pse të falenderosh. Bëra atë që ishte e drejtë. Dhe ti gjithashtu do ta bësh. Elira buzëqeshi për herë të parë pas ditësh. Po. Ajo do ta bënte. Dhe nuk kishte më kthim pas. Vendimi ishte marrë. Dhe tani ishte vetëm çështje e të vazhduarit përpara. Edhe pse rruga ishte e pasigurt. Edhe pse çmimi ishte i lartë. Sepse për herë të parë pas shumë kohe, ajo nuk po paguante për një gënjeshtër. Po investonte në një të vërtetë. Dhe kjo ja vlente gjithçkaje. Javët që pasuan ishin të një intensiteti emocional që Elira nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të ishte në gjendje ta duronte. Procesi i divorcit filloi zyrtarisht. Avokatët e të dyja palëve filluan betejën ligjore që të gjithë e dinin se do të ishte e gjatë dhe raskapitse. Ardiani, siç pritej, përdori të gjitha burimet në dispozicion. U përpoq të ngrinte llogaritë e përbashkëta, vuri në dyshim çdo të drejtë të Elirës, mobilizoi rrjetin e tij të kontakteve për të vështirësuar procesin. Por Elira nuk u tërhoq. Për herë të parë në jetë, ajo po luftonte për veten e saj. Dhe zbuloi se ishte më e fortë se sa e kishte imagjinuar ndonjëherë.
Lajmi i ndarjes doli në shtyp, siç ishte e pashmangshme. Gazetat e specializuara në ekonomi dhe shoqëri filluan të spekulonin për arsye. Disa fajsonin Elirën, të tjerë vinin në dyshim Ardianin. Elita tiranase përshpëriste në evente, në festa, në klube ekskluzive. Elira u bë temë diskutimi. Dhe megjithse kjo ishte e pakëndshme, ajo zbuloi se opinioni i të tjerëve nuk e prekte më si më parë. Ajo kishte kaluar vite duke jetuar për aparencat. Tani, po jetonte për veten e saj. Dhe kjo ndryshonte gjithçka. Besarti, pasi dha dorëheqjen, gjeti shpejt një pozicion në një kompani konsulence më të vogël, por shumë më në përputhje me vlerat e tij. Paga ishte më e ulët, zyra ishte më modeste, por ai flinte i qetë. Dhe kjo paqe vlente më shumë se çdo status korporativ. Ai dhe Elira mbanin kontakte, por në mënyrë diskrete. Të dy e dinin se çdo afrim publik mund të përdorej kundër saj në proces. Kështu që pritën. Me durim. Me respekt. Me sigurinë se, nëse do të ishte e thënë, do të ndodhte në kohën e duhur. Tefta, ish asistentja, gjeti punë në një familje tjetër, por mbante kontakte të shpeshta me Elirën. U bë besnike, Mike, mbështetje në momentet më të vështira. Dhe Elira zbuloi se marrëdhëniet më të vërteta ishin ato të ndërtuara në horizontalitet, jo në hierarki. Ishte një pasdite me shi gushti, 4 muaj pas fillimit të procesit të divorcit, kur gjithçka filloi të zgjidhej. Avokatët e të dyja palëve arritën një marrëveshje. Elira nuk do të merrte gjysmën e pasurisë, siç do të kishte të drejtë, por një pjesë të drejtë që do t'i lejonte të riniste me dinjitet. Ardiani do të mbante kompaninë, vilën, pjesën më të madhe të investimeve. Por do të duhej të paguante një dëmshpërblim për dëme morale, diçka që ai hezitoi por që avokatët këmbëngulën se ishte e nevojshme për të mbyllur marrëveshjen. Kur Elira firmosi letrat në zyrën e avokatisë, ndjeu një përzierje lehtësimi dhe trishtimi. Lehtësim sepse më në fund ishte e lirë. Trishtim për kohën e humbur, për vitet që nuk do të ktheheshin, për gruan që mund të kishte qenë nëse do të kishte pasur guxim më herët. Por nuk kishte vend për pendes. Vetëm për rinisje. Ajo doli nga zyra nën shiun e imët, pa çadër, pa nxitim. I la pikat t'i lagnin fytyrën, duke u përzier me lotët që rridhnin në heshtje. Nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin lot çlirimi. Hyri në makinën që tani ishte zyrtarisht e saja, një nga pasuritë që kishte mbetur në ndarje, dhe nga u pa një destinacion të caktuar. Përfundoi duke ndaluar përballë parkut të madh. Parkoi, doli nga makina dhe eci deri te një nga liçenet. U ul në një stol dhe qëndroi aty, duke vëzhguar shiun që binte mbi ujë, duke krijuar rrath koncentrik që zgjeroheshin dhe zhdukeshin. Ishte aty ku e gjeti Besarti. Ai nuk e dinte se ajo do të ishte aty. Edhe ai kishte shkuar në park për të menduar, për të ecur, për të përpunuar ndjenjat e tij. Por kur e pa të ulur në atë stol, vetëm, të lagur nga shiu, diçka brenda tij lëvizi. U afrua ngadalë, pa dashur ta tremte. Elira? E thiri butësisht. Ajo u kthye dhe, kur e pa, buzëqeshi. Një buzëqeshje e lodhur, por e sinqertë. Besart. Çfarë bën këtu? Mund të pyesja të njëjtën gjë, tha ai, duke u ulur pranë saj. Firmosa letrat sot. Zyrtarisht e divorcuar. Besarti tundi kokën, me respekt. Dhe si je? Elira mendoi për një moment para se të përgjigjej. Elirë. E friksuar. Por e lirë. Liria frikson. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, vetëm duke dëgjuar shiun. Pastaj Elira u kthye nga ai. Besart, duhet të falenderoj. Për gjithçka. Që më kujtove se kush isha. Që pate guxim kur unë nuk kisha. Që ishe i sinqert kur të gjithë rreth meje gënjenin. Besarti i kapi dorën. Ti do ta kishe gjetur këtë rrugë gjithsesi, Elira. Unë thjesht isha aty kur ti kishe nevojë. Jo. Ti ishe më shumë se kaq. Ti ishe pasqyra që më duhej për të parë veten përsëri. Besarti buzëqeshi. Dhe ti ishe mësuesja që më mësoi se të jetosh me autenticitet nuk është e lehtë, por është e vetmja mënyrë për të jetuar vërtet. Elira ja shtrëngoi dorën. Dhe tani? Çfarë do të bëjmë? Besarti mori frymë thellë. Tani do të jetojmë. Pa nxitim. Pa presion.
Thjesht do të jetojmë. Elira tundi kokën. Më pëlqeu kjo ide. Ata qëndruan aty derisa shiu pushoi. Dhe kur dielli filloi të shfaqej ndrojturazi mes rreve, u ngritën dhe ecën bashk, krah për krah, pa i kapur duart, pa gjeste të mëdha romantike. Thjesht dy qenie njerëzore që ishin takuar në mes të kaosit dhe që tani ecnin drejt të panjohurës, por bashk. Në muajt në vijim, Elira e rindërtoi jetën e saj në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të qëllimshme. Mori me qira një apartament të vogël, por plot dritë, te pazari i ri. Rifilloi regjistrimet e kurseve online, këtë herë me shumë më tepër thellësi dhe cenueshmëri. Foli për udhëtimin e saj, për procesin e humbjes dhe rigjetjes së vetes, për guximin për të rinisur. Kurset patën sukses. Jo vetëm sepse përmbajtja ishte e mirë, por sepse ishte e vërtetë. Dhe njerëzit e ndjenin këtë. Besarti dhe Elira filluan të shiheshin më shpesh. Darka të thjeshta, shëtitje në park, biseda të gjata për gjithçka dhe për asgjë. Nuk pati nxitim për të etiketuar atë që ishte. Nuk ishte një lidhje në kuptimin tradicional. Ishte lidhje shpirtërore. Ishte partneritet. Ishte respekt. Dhe kjo ishte më se e mjaftueshme. Ardiani, nga ana e tij, u desh të përballej me diçka që nuk e kishte përjetuar kurrë, vetmin e zgjedhjeve të tij. Kompania vazhdonte të rritej, fitimet të shtoheshin, bizneset të zgjeroheshin. Por shtëpia ishte bosh. Punonisit e rinj nuk kishin besnikërinë e të vjetërve. Eventet sociale ku merrte pjesë dukeshin sipërfaqësore. Dhe për herë të parë në jetë, ai pyeti veten nëse ja kishte vlejtur. Gjithë ajo fuqi, gjithë ai kontroll, gjithë ajo pasuri. Për çfarë? Për t'u kthyer në një shtëpi bosh? Për të fjetur vetëm në një krevat gjigant? Për të kuptuar, tepër vonë, se kishte ngatëruar arritjen me lumturinë? Ai u përpoq disa herë të kontaktonte Elirën. Mesazhe të sjellshme, ftesa për të biseduar. Por ajo nuk u përgjigj kurrë. Jo nga zemërimi, por sepse e dinte se nuk kishte më asgjë për t'u thënë. Ai kapitull ishte i mbyllur. Dhe ta rihapje do të ishte një kthim pas. Tefta, që mbante kontakte me Elirën në një takim të rastësishëm në një kafene, i tregoi se Ardiani e kishte kërkuar, duke e pyetur se si ishte Elira, nëse ishte e lumtur. Tefta u përgjigj me sinqeritet, ajo po rinis. Dhe është mirë. Më mirë se sa ka qenë prej vitesh. Ardiani dëgjoi në heshtje dhe vetëm tundi kokën. Nuk kishte çfarë të thoshte. Ai kishte humbur. Jo betejën ligjore, por betejën që kishte vërtet rëndësi. Kishte humbur mundësinë për t'u dashur vërtet. Dhe kjo nuk kishte një çmim që mund ta blinte përsëri. Filloi të investonte më shumë kohë në reflektim. Filloi terapinë, diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë se do ta bënte. Njohu, pak nga pak, modelet shkatëruese që kishte përjetësuar gjatë gjithë jetës. Kontrollin, paftësinë për t'u lidhur emocionalisht, ngatërimin mes pushtetit dhe afeksionit. Ishin seanca të vështira, të dhimbshme, por të nevojshme. Ai nuk e bënte këtë për të rifituar Elirën. E bënte për veten e tij. Sepse kuptoi se nëse nuk ndryshonte, do të vdiste i pasur, i fuqishëm dhe plotësisht i vetmuar. Një vit pas firmosjes së divorcit, Elira ishte në apartamentin e saj duke përgatitur një leksion online kur mori një mesazh të papritur. Ishte nga Ardiani. Elira, e di se nuk të detyrohem asgjë. As kohë, as vëmendje, as falje. Por duhet të them diçka. Unë isha gabim. Në gjithçka. Ti nuk ishe problemi. Unë isha. Dhe mu desh një vit për të pasur guximin ta pranoj këtë. Nuk po të kërkoj të kthehemi. E di se kjo nuk do të ndodhë. Por duhet të dish se e pranoj se sa shumë të kam lënduar. Dhe më vjen keq. Vërtet. Shpresoj të jesh e lumtur. E meriton. Elira e lexoi mesazhin 3 herë. Nuk kishte zemërim. As gëzim. Vetëm një pranim të qetë. Mendoi t'i përgjigjej, por vendosi se nuk ishte e nevojshme. Ardiani po bënte udhëtimin e tij. Dhe ajo, të sajnë. Dhe gjithçka ishte në rregull kështu. E la celularin mënjan dhe ju kthye përgatitjes së leksionit. Por më parë, pa nga dritarja e apartamentit. Dielli po perëndonte mbi Tiranë, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz.
Ishte bukur. Dhe ajo ishte aty për ta parë. E pranishme. E gjallë. E plodh. Atë natë, Elira dhe Besarti u takuan për darkë në një restorant të vogël italian në lagje. Biseduan për punën, për planet e ardhshme, për librat që po lexonin. Qeshën me shaka të brendshme, ndan një shishe verë, qëndruan derisa restoranti u mbyll. Kur dolën, ishte tashmë vonë. Besarti i ofroi ta çonte me makinë, por Elira preferoi të ecte. Ai këmbënguli ta shoqëronte. Ecën nëpër rrugët e pazarit të ri, duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë, derisa arritën te pallati i saj. Para se të hynte, Elira u kthye nga Besarti. Faleminderit që ekziston. Besarti buzëqeshi. Faleminderit që më kujton pse ekzistoj. Ata u përqafuan. Një përqafim i gjatë, i ngrohtë, plot me gjithçka që nuk kishte nevojë të thuaj. Kur u lëshuan, Elira hyri në pallat dhe Besarti qëndroi aty, duke e vëzhguar derisa ajo u zhduk nga sy. Pastaj, eci përsëri drejt shtëpisë, duart në xhepa, zemra e lehtë. Elira u ngjit në apartamentin e saj, bëri dush, veshi pishamet dhe u shtri në krevat. Mori ditarin që kishte filluar ta shkruante muaj më parë dhe e hapi në një faqe të zbrazët. Shkroi: Sot kuptova diçka të rëndësishme. Kam kaluar vite duke pritur të më shpëtonin. Duke pritur që dikush të vinte dhe të më nxirrte nga ai burg. Por e vërteta është se Chelsea ka qenë gjithmonë me mua. Unë thjesht duhej të kisha guximin ta përdorja. Besarti nuk më shpëtoi. Ai më kujtoi se unë mund të shpëtoja veten. Dhe ky është ndryshimi mes varësisë dhe partneritetit. Unë nuk kam nevojë për të qenë e lumtur. Por zgjedh ta kem pranë sepse ai më bën të dua të jem versioni më i mirë i vetes. Dhe kjo, zbulova, është ajo që dashuria duhet të jetë. Jo një nevojë, por një zgjedhje. E lirë. E ndërgjegjshme. E vërtetë. Mbylli ditarin, fiku dritën dhe ushtri duke parë tavanin. Nuk kishte më boshllë. Kishte paqe. Një paqe që ajo nuk e bleu, nuk e trashëgoi, nuk e mori dhurat. Një paqe që ajo e ndërtoi. Tull pas tulle. Zgjedhje pas zgjedhjeje. Dhe kjo paqe ishte e saja. Vetëm e saja. Dhe askush nuk mund t'ia merrte. Të nesërmen në mëngjes, Elira u zgjua me cicërimat e zogjve. Hapi dritaren dhe ndjeu fllatin e freskët të mëngjesit të hershëm. Bëri kafe, u ul në balkonin e vogël dhe qëndroi aty, duke vëzhguar qytetin që zgjohej. Kishte shumë për të bërë. Leksione për të regjistruar, projekte për të zhvilluar, ëndra për të ndjekur. Por kishte kohë. Për herë të parë në jetë, ajo nuk po vraponte. Po jetonte. Dhe ndërsa Tirana merrte frym jashtë, me miliona historitë e saj të ndërthurura, Elira buzëqeshi. Jo një buzëqeshje mbërritjeje, por një buzëqeshje fillimi. Sepse ajo nuk kishte arritur një destinacion. Ajo kishte nisur një udhëtim. Dhe ky udhëtim ishte i saj. I gjithë i saj. Besarti u zgjua po atë mëngjes me një ndjesi lehtësie që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. U përgatit për një ditë tjetër pune, por para se të dilte, ndaloi para pasqyrës. Pa veten dhe e njohu atë që shite. Jo një version të idealizuar. Jo një maskë sociale. Por atë. Të plodh. Të papërsosur. Por të vërtetë. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Ardiani, në vilën e tij të zbrazët, u zgjua vetëm, si gjithmonë. Por për herë të parë, nuk ndjeu zemërim. Ndjeu pranim. U ngrit, përgatiti kafe dhe u ul në kopshtin që dikur mirëmbahej me përpikëri nga një ekip i tërë. Tani, ishte pak i lënë pas dore. Por ende i bukur. Ai mori celularin, hapi agjendën dhe konfirmoi seancën e terapisë të atij mëngjesi. Pshertiu thellë. Rruga do të ishte e gjatë. Por për herë të parë, ai ishte i gatshëm ta përshkonte. Jo për të rifituar askën, por për të gjetur veten. Dhe tefta, në punën e saj të re, mori një mesazh nga Elira. Ishte një foto. Elira duke buzëqeshur në balkonin e saj me një filxhan kafeje në dorë. Mbi shkrimi thoshte: "Faleminderit për gjithçka. Ti ishe thelbësore." Tefta buzëqeshi, e la celularin mënjan dhe ju kthye punës. E dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur.
Të mbronte atë grua kur ajo kishte më shumë nevojë. Dhe tani, tashite të lirë, ishte shpërblimi që asnjë pagë nuk mund ta paguante. Muajt kaluan. Stinët ndryshuan. Dhe jeta vazhdoi. Elira dhe Besarti ndërtuan diçka të bukur. Jo të nxituar. Jo të përsosur. Por të sinqertë. Ata udhëtuan bashk, njohën vende të reja, mbështetën njëri tjetrin në momente të vështira, festuan arritje. Dhe në një natë me yje, të ulur në balkonin e apartamentit të saj, ai I kapi dorën dhe I tha, "Të dua." Jo sepse kam nevojë për ty, por sepse të zgjedh ty çdo ditë. Elira e pa, syt duke I shkëlqyer. Edhe unë të dua. Dhe edhe unë të zgjedh ty çdo ditë. Nuk pati propozim martese. Nuk pati gjeste të mëdha. Sepse ata nuk kishin nevojë për to, kishin diçka më të vlefshme. Kishin të vërtetën. Dhe kjo e vërtet ishte baza e gjithçkaje. Elira vazhdoi të regjistronte kurset e saj, duke ndikuar gjithnjë e më shumë njerëz në mbar vendin. Gra që e shihnin veten tek ajo. Burra që njihnin gabimet që kishin bërë. Të rinj që mësonin herët rëndësinë e të jetuarit me autenticitet. Ajo u bë një pikë referimi. Jo sepse ishte e përsosur, por sepse ishte e vërtetë. Dhe një natë, duke finalizuar regjistrimin e një leksioni tjetër, Elira pa kamerën dhe tha diçka që përmblidhte gjithë udhëtimin e saj. Shumë herë mendojmë se kemi nevojë të shpëtohemi. Se dikush do të vijë dhe do të na nxjerrë nga errësira. Por e vërteta është se shpëtimi nuk vjen nga jashtë. Vjen nga brenda. Dhe ndonjëherë ai nuk vjen si një përqafim. Vjen si një zjarr. Një zjarr që djeg gjithçka që ishte e rreme, gjithçka që ishte e imponuar, gjithçka që na burgoste. Dhe nga hiri I atij zjarri, ne rilindim. Jo si personi që ishim, por si personi që kemi qenë gjithmonë nën të gjitha maskat. Dhe ky person, zbulova, ja vlen të njihet. Ja vlen të jesh. Ja vlen të duash. Ajo fiku kamerën, ruajti skedarin dhe mbylli kompjuterin. Pa përreth studio së vogël të improvizuar në apartamentin e saj. Nuk ishte luksoze. Nuk ishte e patëmerr. Por ishte e saja. E ndërtuar me duart e saj. Me zgjedhjet e saj. Dhe kjo vlente më shumë se çdo vil. Atë natë, Elira fjeti e qetë. Jo sepse gjithçka ishte e përsosur, por sepse ajo ishte e plotë. Dhe të ishe e plot, zbuloi, ishte e vetmja mënyrë për të qenë vërtet gjallë. Dhe ndërsa qyteti I Tiranës merrte frym jashtë, me miliona historitë e tij që kryqëzoheshin, ndërthureshin, transformoheshin, historia e Elirës arrinte jo në një fund, por në një fillim të ri. Sepse jeta nuk përbëhet nga funde të lumtura. Përbëhet nga rinisje të guximshme. Dhe ajo kishte rinisur. Jo një herë, por sa herë që ishte e nevojshme. Sepse kjo është thelbi I lirisë. Të mos jesh aty ku gjithçka është e përsosur, por të kesh guximin të ndryshosh kur asgjë nuk ka më kuptim. Dhe atë natë të heshtur, ndërsa yjet shkëlqenin mbi qytetin më të madh të Shqipërisë, Elira kuptoi të vërtetën më të thjeshtë dhe më të thellë nga të gjitha. Ajo nuk kishte zgjedhur një burr. Nuk kishte zgjedhur një jetë. Ajo kishte zgjedhur veten. Dhe kjo zgjedhje, sado e frikshme që ishte e vetmja që kishte vërtet rëndësi. Sepse ndonjëherë, revolucioni më I madh që mund të bëjmë nuk është të ndryshojmë botën. Është të ndryshojmë veten. Dhe të lejojmë që ky ndryshim të transformojë gjithçka përreth nesh. Jo me dhunë, por me të vërtetë. Me guxim. Me dashuri për veten. Dhe kështu Elira zbuloi se nuk kishte nevojë për një fund të lumtur. Kishte nevojë për një fillim të sinqertë. Dhe pikërisht këtë krijoi. Për veten. Nga vetja. Dhe kjo ishte më se e mjaftueshme. Ishte gjithçka. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës dhe Besartit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim rinisjeje, guximi dhe çlirimi, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, dilemat që na transformojnë dhe zgjedhjet që na përcaktojnë. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për udhëtimin tuaj.
Deri atëherë.